Çfarë do të ndodhte nëse gjëja më e bukur që të ka ndodhur ndonjëherë në jetë do të fillonte pikërisht në momentin kur e ke pritur më pak? Çfarë do të ndodhte nëse dashuria e vërtet nuk të gjeti në një qytet të ndritur evropian, jo në ndonjë lokal luksoze me muzikë të butë dhe drita të arta, por në një fshat të vogël, midis maleve të Kosovës, me erën e barit të freskët dhe zërin e qyqes nga larg? Mos harroni të bëni videon like, subscribe dhe komento. Adioni kishte jetuar gjithë jetën e tij në Zvicër, kishte mbaruar shkollën atje, kishte rritur ëndrat e tij atje, kishte ndërtuar veten atje. Ishte mësuar me rrugë të pastra, me njerëz të qetë dhe të rregullt, me një jetë ku gjithçka ecte sipas orarit. Por asnjë orë zvicerane, sado e sakt të ishte, nuk mund ta përgatiste për atë që do t'i ndodhte. Sepse kur Adioni zbriti nga makina atë mëngjes në fshatin e vogël të gjyshërisë së tij dhe pa sytë e arbreshës për herë të parë, diçka ndryshoi brenda tij. Aq thellë sa që as vetë nuk e kuptoi menjëherë se çfarë ishte, por kur e kuptoi, ishte tepër vonë për t'u kthyer prapa. Dhe ajo që ndodhi më pas, do t'ju ler pa fjalë. Ju lutem, para se të vazhdoni të shikoni, shkruani në komente. Ju besoni se dashuria e vërtet mund të lindë midis dy botëve kaq të ndryshme? Çfarë mendoni ju? Shkruani poshtë, dua të di mendimin tuaj. Kishte diçka të veçantë në mënyrën si ajri ndryshonte sapo aeroplani zbriste mbi Prishtinë. Adioni e kishte vërejtur këtë çdo herë që vinte, por këtë radhë e ndjeu më fort se kurrë. Ishte si nëse diçka e tërhiqte poshtë, jo vetëm pesha e trupit pas orëve të gjata të fluturimit, por diçka tjetër, diçka që nuk kishte emër, diçka që ndjehej si thirrje. Kishte 28 vjet, ishte i gjatë, me flokë të errët dhe sy të ngjyrës së mjaltit, sy që, kur shihte diçka me vëmendje, dukeshin sikur po e lexonin botën, jo vetëm po e shihnin. Kishte rritur vetë një personalitet të qetë por të thellë, lloji i njeriut që nuk flet shumë, por kur flet, njerëzit e dëgjojnë. Në Zvicër kishin thënë gjithmonë se Adioni ishte i vjetër shpirt, fjalë që i vinin nga goja e kolegëve, mësuesve, miqve. Ai vetë nuk e dinte nëse kjo ishte kompliment apo jo, por e kishte pranuar si pjesë të vetes. Babai i tij, Skënderi, kishte emigruar në Zvicër vite më parë me një çantë të vogël dhe zemrën plot shpresë. Kishte punuar si ndërtimtar në fillim, pastaj kishte hapur një biznes të vogël, pastaj kishte ndërtuar një jetë të plot. Por asnjëherë nuk e kishte shkëputur lidhjen me Kosovën. Çdo verë, pa dallim, familja kthehej. Nëna, Vjolca, me lot gëzimi sa herë shihte malet, babai, me buzëqeshje të gjerë sa vinte buzë fshatit, dhe Adioni, fillimisht si fëmijë i hutuar që nuk kuptonte gjuhën plotësisht, pastaj si adoleshent që gjente Kosovën pak prapa kohës, dhe tani, si njeri i rritur, si dikush që fillonte ta vlerësonte vendin me sy të ndryshëm. Ky vit ishte ndryshe nga të tjerët, këtë herë Adioni kishte ardhur pak më herët se prindrit. Ata do të vinin pas 2 javësh. Babai kishte punë dhe nëna kishte disa takime familjare që nuk mund t'i linte. Kështu që Adioni kishte vendosur vetë, do të vinte i pari, do të shtëndronte të gjyshi dhe gjyshja, do të pushonte. Do të largohej pak nga ritmi i ngushëm i Zyrihut, nga takimet, nga deadlines, nga ekranet që nuk pushonin kurrë. Gjyshi, Rustem Krasniqi, kishte 75 vjet dhe ende ecte drejt si bredh. Ishte burri pak fjalëve, me duar të trasha nga puna dhe sy të mprehtë si shqiponj. Gjyshja, Hanumja, ishte e kundërta, gjithë ngrohtësi, gjithë buzëqeshje, gjithë zjarr. Sapo Adioni hyri në obor, ajo u ngrit nga karrigja dhe e rrethoi me krah si ta kishte parë 1000 vjet. Biri im, kishte përsëritur ajo, me atë zë të saj të veçantë, si melodi e vjetër. Aq u zgjate, aq u bëre burr i madh. Gjyshi e kishte parë nga larg, kishte tundur kokën me miratim të qetë dhe kishte thënë vetëm: "Mirë se erdhe djalë." Ishte kaq, por Adionit i kishte mjaftuar. Dita e parë kaloi në heshtje të qetë. Adioni hëngri gjellën e gjyshes, fasule me mish që nuk kishte shije pari, buk misri të ngroft, kos të trash nga dhia, dhe pastaj u shtrua në dhomën e vogël ku kishte fjetur edhe si fëmijë, me tavan të ulët dhe dritare që shihte drejt kodrës. Fjeti pa ëndër, thellë dhe pa ndërprerje, siç nuk kishte fjetur muaj me radhë në Zyrih. Ditën e dytë,
Gjyshi e mori me vete të inspektonte tokën. Kishin disa dekare, pak misër, një kopsht perimesh dhe bakti. Adioni ecte pas tij, duke dëgjuar gjyxhurimën e gjyshit për çdo bim, çdo cop tok, çdo pemë. Nuk kuptonte gjithçka, por e dëgjonte dhe ndjente diçka që nuk kishte ndjerë prej kohësh, paqe. Vespri i dytë, ndërsa po ulej dielli dhe bëhej ajo ngjyra e artë që vetëm malet e Kosovës e dinë, Adioni u ul te porta e oborrit dhe solli syt poshtë rrugës. Fshati ishte i vogël, disa dhjetra shtëpi, rrugë e gurzuar, ndonjë traktor, cicërimat e zogjve. Rrallë kalonte ndonjë njeri. Por atë mbrëmje, dikush kaloi. Kaloi një vajzë. Adioni nuk e kuptoi menjëherë se çfarë kishte ndodhur. E pasi dikë që shkel rastësisht një gur në rrugë, për një çast, por pastaj e pa edhe një herë, dhe atëherë nuk mund t'i hiqte syt. Ishte e gjatë, e dobët, me flokë të zeza të mbledhura me shpejtësi pas qafe. Kishte veshur një fustane të thjeshtë, me ngjyrë të çelët, dhe mbante në dorë një kovë plastike. Ecte me hapa të sigurt, si dikush që e di mirë ku shkon. Nuk shihte djaftas as majtas. Ecte përpara, me kokë lart, me atë lloj dinjiteti të qetë që nuk ka nevojë të shpallet. Kaloi pranë portës pa e vënë re Adionin, por Adioni e vuri re atë. E vuri re dhe ndau të gjithë veten e tij midis dy gjërave. Asaj vajze dhe çdo gjëje tjetër. Dhe çdo gjëja tjetër doli humbëse. Ai nuk foli, nuk thirri. U ngrit dhe hyri brenda, te gjyshja, dhe me zë të qetë pyeti: "Gjyshe, ajo vajza që kaloi tani kush është?" Gjyshja ngriti syt nga qëndrimi ku po arnonte dhe buzëqeshi me atë buzëqeshjen e saj të ditur. "Cilën?" "Ajo me fustanin e çelët, me kovën." Gjyshja e njohu menjëherë. "Arbresh Lajçi, e bia e Miradivës. Jetojnë sa më tutje, familje e ndershme, vajze mirë, punëtore, serioze. Çfarë të duhet?" "Asgjë," tha Adioni dhe u kthye te dhoma e tij. Por asgjë ishte gënjeshtër, dhe ai e dinte. Natën, ndërsa dëgjonte cicërimat e natës dhe ajrin e freskët që futej nga dritarja, Adioni u mundua të kuptonte se çfarë kishte ndjer atë çast. Nuk ishte thjesht bukuri fizike, edhe pse arbreshja ishte e bukur, padyshim, ishte diçka tjetër, diçka në mënyrën si ecte, diçka në heshtjen e saj, diçka që I kishte treguar pa fjalë se kjo vajzë kishte brenda saj një botë të tërë që ai nuk e njihte. Dhe Adioni, për herë të parë prej shumë kohësh, donte të mësonte diçka të re. Fjeti vonë, dhe kur fjeti, ëndroi fustane të çelët dhe kovë plastike dhe hapa të sigurt mbi gurët e vjetër të rrugës. Ditën e tretë, Adioni u zgjua herët, para se gjyshi të hidhte thirrjen e parë nga obori. U lye me ujë të ftohtë, veshi të njëjtat rroba si ditën parë, xhinse dhe bluzë të thjeshtë, dhe doli jashtë me pretekstin se do të merrte ajër të freskët. Ishte gënjeshtër e vogël, por e qetë. Ecte ngadalë në përfshatin ende gjysmë të fjetur. Disa pleq ishin ulur tashmë te shtëpitë e tyre duke pirë kafe dhe shikuar mëngjesin. Ndonjë grua shihej pranë kopshtit. Një djalë I vogël vrapoi pas qenit. Jeta e fshatit kishte ritmin e vet të ngadalt dhe të sigurt, si ndonjë melodi e vjetër që vazhdon pa ndryshuar. Adioni ecte dhe shikonte, por shikonte me qëllim, shikonte nëse e shihte atë vajzën. Nuk e pa atë mëngjes. U kthye në shtëpi I paknaqur, hëngri mëngjesi me gjyshin dhe gjyshen dhe pastaj u ulte obori me librin që kishte marrë me vete. Një roman zviceran në gjermanisht që kishte filluar muaj më parë dhe ende nuk e kishte mbaruar. Hapi faqen, lexoi gjysh më rreshti dhe e mbylli sërish. Mendimet I iknin te tjetërkund. Në mesditë, gjyshja e dërgoi te fqinji të merrte pak kos. "Shko te shtëpia e mehës," I tha. "Ajo ka kos të mirë dhe di që nuk ka kusht të vi sot. Jepi selam." Adioni u ngrit, mori enën e vogël dhe doli. Shtëpia e mehës ishte ca metra larg, pas një these të vogël. Kur arriti atje dhe trokiti, dera u hap dhe doli jo meha, por arbreshja. Adioni u ndalua. Ajo gjithashtu u ndalua, për një sekond të vetme. Pastaj e shikoi me qetësi dhe pyeti: "Kë kërkon?" Zëri I saj ishte I qetë dhe I drejt për drejt, jo I ftohtë, por jo I ngrohtë, neutral, si temperatura e ujit të burimit. "Gjyshja ime më dërgoi për kos," tha Adioni,
dhe befas ndjeu se zëri i tij tingëllonte çuditshëm, si dikush që po mëson të flas shqip nga e para. Shtëpia e mehës, kjo është apo jo? Po, tha ajo thjesht. Hyr dhe prit, po e thras. Ajo u zhduk brenda. Adioni qëndroi te dera, me enën plastike në dorë dhe zemrën që i rrahte më fort se duhet. Dëgjoi zëra brenda, pastaj arbreshja u rikthye me enën plot. Ja, tha ajo duke ja shtrirë. Faleminderit, tha Adioni, pastaj pa planifikuar. Unë jam Adioni, nipi i Rustemit. Ajo e shikoi për një qast, pastaj tundi kokën lehtë. E di? Fshati është i vogël, tha ajo, dhe kishte diçka në mënyrën si e tha, jo me arrogancë, por me atë qetësi të thjeshtë të dikujt që di se si funksionon bota e saj. Kur vjen dikush, dihet. Adioni buzëqeshi. Dhe ti si quhesh? Ajo e pa sërisht, këtë herë pak më gjatë. Arbresh. Pastaj hyri brenda dhe mbilli derën. Adioni qëndroi te pragu për 2 sekonda me enën e kosit në dorë dhe një buzëqeshje të çuditshme që nuk mund ta fshinte dot. Pastaj u kthye. Gjyshja, kur e pa, e pyeti pse ishte kaq i gëzuar. Asgjë, tha ai. Por asgjë kur nuk ka qenë diçka e vërtet kur bëhet fjalë për dashuri. Atë natë, Adioni qëndroi zgjuar dhe mendoi për atë vajzë. Jo në mënyrë romantike, ose jo vetëm kështu. Mendoi për mënyrën si fliste, drejt për drejt, pas zbukurime. Mendoi për sytë e saj, i kishin parë për pak sekonda, por kishin qenë sy të qetë, të thellë, me atë lloj qetësie që vjen jo nga indiferenca, por nga dija e brendshme. Mendoi për, e di, fjalë të thjeshta, por që tregonin se kjo vajzë nuk kishte nevojë të bënte gjëra për efekt. Arbresh. Emri i mbante ndërmend natën si tingull i ri, i panjohur, që po mundohej ta mësonte. Ditën e 4, Adioni u ngrit me një vendim të qartë. Donte ta njihte atë vajzë. Jo ta ndjek, jo t'i imponohej, thjesht ta njihte. Të kuptonte se kush ishte. Kishte diçka te ajo që e bënte kurioz me atë lloj kurioziteti të thellë, jo sipërfaqësor, jo të zakonshëm. Por fshati i vogël kishte rregullat e veta, dhe arbreshja, siç do ta kuptonte Adioni shpejt, kishte rregullat e veta edhe ajo. Gjyshi Rustem, kur donte të shpjegonte diçka të rëndësishme, bënte gjithmonë të njëjtën gjë. Merrte cigaren e tij të fundit të ditës, ulej te shkallët e oborit dhe shikonte drejt malit. Kjo ishte rituali i tij i pashtershëm dhe Adioni e kishte mësuar që të ulej pranë tij kur e shihte gjyshin duke marrë atë pozicion. Atë mbrëmje, ndërsa dielli binte pas malit dhe bëhej ajo ngjyrë vjollce e butë që vetëm malet e Kosovës e din, gjyshi tha: "E pe arbreshën sot." Nuk ishte pyetje. "E pash," tha Adioni. "Çfarë mendon?" "Vajzë serioze," tha Adioni me kujdes. Gjyshi thithi cigaren dhe nxori tymin ngadalë. Familja Lajçi janë njerëz të ndershëm. Babai i saj vdiq kur ajo ishte e vogël. Nëna e ka rritur vetë me punë dore. Arbreshja ka mbaruar shkollë të mesme, punon në fush, ndihmon nënën. Vajzë e fortë. Adioni dëgjonte. "Por gjallë," tha gjyshi, dhe e ktheu kokën drejt tij. "Fshati nuk është Zvicra. Njerëzit këtu kanë mendim, kanë fjalë, kanë zakone. Nëse shkon pas diçkaje me zemër të lehtë, postaj ikin, i bën dëm atij njeriu. Dëmi here nuk falet." Adioni e kuptoi mesazhin, nuk tha asgjë për pak, pastaj tha: "Gjysh, unë nuk jam lloj njeriu që shkon me zemër të lehtë askund." Gjyshi e pa, e studiua, pastaj i ktheu syt te mali. "E di," tha ai, "prandaj të thash." Ky bised mbeti brenda Adionit si fare mbjellë thellë. E kuptonte plotësisht se çfarë kishte thënë gjyshi. Arbreshja nuk ishte vajzë e Zyrihut, nuk ishte vajzë e botës moderne të aplikacioneve dhe takimeve të lehta. Ishte vajzë e fshatit, e traditës, e familjes. Çdo lëvizje gabuar nuk do të kishte pasoja vetëm për të. Do të kishte pasoja për të, për nënën e saj, për emrin e familjes. Në fshat,
fjalët fluturonin shpejt dhe kishin peshë, por njohja e rregullit dhe ndjekja e zemrës janë dy gjëra të ndryshme. Dhe zemra e Adionit kishte filluar të flasë gjuhën e vet. Ditët vijuese, Adioni I kaloi duke vëzhguar me kujdes, jo me qëllim obsesiv, por me atë vëmendjen e thjesht të dikujt që dëshiron të kuptojë. Vërejti se arbreshja qohej herët çdo mëngjes, herët saqë kur ai dilte nga dhoma me gjysmë gjumë, dëgjonte hapat e saj në rrugën e gursuar. Vërejti se ajo punonte rënd, arat, kopshti, bagëtia, shtëpia dhe nuk ankohej. Vërejti se kur fliste me njerëzit e fshatit, e bënte me respekt, por pa tepruar, pa atë rrugaçëri false të dikujt që po mundohet të bëjë përshtypje. Vërejti gjithashtu se nuk fliste me djem, as pak. Nëse ndonjë I rritur e pyeste diçka, I përgjigjej shkurt e mirë dhe kalonte. Nëse ndonjë I ri mundohej të afrohej, ajo largohej pa dramatizëm, por pa mëdyshje. Adioni e kuptoi se do t'ishte shumë e vështirë, por saktësisht kjo e bënte situatën akoma më tërheqëse. Takimi I dytë I Mirfield ndodhi rastësisht, ose të paktën, arbreshja e besoi kështu. Adioni kishte vendosur të ecte drejt lumit të vogël që ndante fshatin nga fusha e arës, rrugë të cilën e kishte mësuar nga gjyshi. Ndërsa ecte, pa arbreshën duke punuar pranë arës, po mblidhte diçka nga toka, lakra as spinaq, nuk kuptonte mirë. Ndaloi, mendoi, pastaj vazhdoi, por ndërsa kalonte, ajo ngriti kokën dhe e pa. Mirëmëngjes, tha Adioni. Ajo ktheu kokën dhe vazhdoi të punonte. Mirëmëngjes. Si je sot? Mirë, tha ajo, pa ngritur syt nga puna. Adioni qëndroi për një moment, duke munduar të gjente diçka të thjesht, natyrshëm, jo të çuditshme. Çfarë po mbledh? Spinaq. Ah, heshtje. Gjyshja ime bën spinaq me vezë të fërguara, shumë e mirë. Arbreshja ngriti syt dhe e pa me atë shprehjen e saj të qetë, si dikush që po pret të kuptojë ku dëshiron të çonte bisedën. Adioni ndjeu se ishte duke u bërë pak qesharak, po fliste për spinaqin, hyn zor. Por ajo nuk qeshi, nuk e vështirësoi. Thjesht tha, gjyshja jote e bën mirë. E bën shumë mirë, tha Adioni, dhe kësaj radhe buzëqeshi. Unë nuk di të gatuaj as pak. Atëhere, për herë të parë, edhe buzët e arbreshës lëvizën pak. Nuk ishte buzëqeshje e plot, ishte vetëm ajo ndryshimi vogël I buzës kur diçka të duket e vërtet, e thjesht, njerëzore. Atëhere mirë bëre që erdhe te gjyshja, tha ajo dhe ktheu syt te spinaqi. Adioni e njohu si moment të artë, I vogël, I thjesht, por real. Mirë, tha I, do të lejo të punosh. Shihemi. Ajo nuk tha shihemi, tha vetëm në rregull. Kaq. Por Adioni e kaloi të gjithë ditën duke menduar për atë gjysmë buzëqeshje. Dhe e kuptoi tashmë, kjo nuk ishte kuriozitet. Kjo kishte filluar të bëhej diçka tjetër, diçka që kishte emër, edhe pse ende nuk guxonte ta shqiptonte. Prindrit e Adionit kishin ardhur 2 herë me videothirrje gjatë javës së parë dhe çdo herë nëna Vjollca e pyeste të njëjtën gjë. Si je? Apo ha? Apo pushon mirë? Babai pyeste diçka tjetër. Çfarë po bën me kohën? Adioni I tregonte gjëra të zakonshme, po ndihmonte gjyshin, po shëtiste, po pushonte. Por nuk tregonte asgjë për arbreshën. Jo sepse fshihte me dashje, por sepse nuk dinte si ta shpjegonte. Si I shpjegon babait tënd, burr praktik dhe I rregullt, se ke parë një vajzë fshatare duke ecur me kovë dhe kjo pamje të ka ndryshuar diçka brenda? Zvicra kishte mësuar Adionin shumë gjëra. Kishte mësuar saktësi, respekt për rregullat, vlera të punës, lirinë individuale. Kishte jetuar në një mjedis ku njerëzit I respektonin kufijtë e njëri tjetrit, ku çdo gjë kishte procedurën e vet, ku dashuria fillonte me mesazhe dhe takime të organizuara dhe përfundonte me biseda të qeta mbi kafe. Fshati kosovar ishte ndryshe. Këtu njerëzit jetonin ende me ato fije të padukshme që I lidhte, fije tradite, fije komuniteti, fije kujtese. Çdo shtëpi dinte historitë e shtëpisë tjetër, çdo familje kishte lidhje ose jo lidhje me familjet e tjera. Nëse diçka ndodhte, nëse dikush bënte diçka, fshati e dinte brenda ditës. Adioni e kuptonte këtë. Ishte rritur me tregimet e prindërve, me nostalgjinë e tyre, me ato kujtime të gjyshit dhe gjyshes. Por të njohësh diçka nga larg dhe ta jetosh nga brenda, janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme.
Arbreshja, nga ana e saj, kishte jetuar gjithë jetën në atë fshat. Kishte mbaruar shkollën e mesme dhe kishte refuzuar të vazhdonte në Prishtinë, ndonse disa mësuese e kishin nxitur. Jo sepse nuk mund ta bënte, por sepse nëna e saj ishte vetëm, sepse shtëpia kishte nevojë, sepse arat nuk mund të prisnin. Kishte zgjedhur familjen pa u çuditur fare, me atë lloj logjike të thjeshtë të dikujt që di ku janë rrënjët. Kishte 23 vjet dhe kishte parë pak nga bota e jashtme. Kishte qenë disa herë në Prishtinë, për nevoja, jo për kënaqësi. Kishte dëgjuar tregimet e të rinjve që largoheshin, disa me entuziazëm, disa me mall, dhe kishte ndjerë gjithmonë dyfisht. Nga njëra anë diçka e vogël kurioziteti, nga tjetra ana diçka e qetë e bindje se vendi i saj ishte këtu. Nuk ishte e panjohur me botën moderne, kishte telefon, kishte internet, ndiqte disa gjëra online, por nuk e linte botën virtuale të hyjë shumë thellë. Kishte parë shumë histori të rinjve të fshatit që kishin ikur drejt ëndrave dhe kishin kthyer vetëm me zhgënjim. Arbreshja kishte mësuar nga shembujt e të tjerëve. Kjo ishte arsyeja pse kur Adioni filloi të dukej pak më shpesh në rrugën e saj, rastësisht, gjithmonë rastësisht, Arbreshja e shikonte me atë qetësi të saj rezervuese dhe nuk hapej. Jo nga që ishte ashpër, jo nga që ishte e ftohtë, por nga që kishte mësuar me kujdes se si funksionon jeta dhe çfarë sjell çdo lloj hapi i nxituar. Djalë zviceran, me rrobat e tij të pastra dhe gjuhën e tij pak të shquar dhe ato sy të ngjyrës së mjaltit. Vinte si verë, qëndronte pak javë, pastaj ikte. Kjo ishte historia. E kishte parë shumë herë. Arbreshja nuk ishte vajzë e historive si ato. Dhe megjithatë, pse kur kthente kokën mbrapa ndërkohë që punonte dhe e shihte Adionin duke kaluar, ato pak sekonda i kushtonte atij atë shikimin e gjatë, të qetë, thellë? Vetë ajo nuk e dinte, ose ndoshta e dinte dhe nuk donte ta pranonte. Ndërkohë, Adioni po luftonte betejën e tij. Ishte mësuar me botën zvicerane ku nëse dikujt i pëlqen dikush, e thot haptas, ose dërgon mesazh, ose propozon kafe. Ishte botë me rregulla të qarta. Këtu rregullat ishin të ndryshme dhe të paqarta, ose saktësisht të qarta po jo për të. Vendosi të pyeste gjyshen, jo drejt për drejt. Gjyshja ishte njëri i mençur dhe do ta kuptonte menjëherë, por anash, me kujdes. Gjyshe, si e kanë zakon këtu djemt kur u pëlqen ndonjë vajzë? Si bëjnë? Gjyshja kishte ndalur nga arnesa dhe i kishte parë me të buzëqeshjen e saj të ngrohtë, pak shqerme, pak e ditur. Pyeti kush, kishte thënë ajo. Kur nuk them kush, pyeti si zakon. Zakoni këtu është flet si njeri, jo si fshatarok i vrazhd, dhe jo si dilbar i cyrihut. Respekton familjen, nuk vret kohën e vajzës nëse nuk ke qëllim serioz, dhe kur nuk e dëmton emrin e saj. Adioni kishte dëgjuar me vëmendje, dhe nëse ajo nuk do, e respekton, nuk insiston si fëmijë i keq. Dhe nëse insiston butësisht me respekt, gjyshja e kishte parë, kishte mërmëritur diçka mes dhëmbësh dhe kishte shtuar. Arbreshja është vajzë e mençur, e di si ta dalloj të vërtetën nga loja. Adioni kishte heshtur, dhe gjyshja kishte vazhduar arnesën pa shtuar asgjë. Mesazhi ishte i qartë, bota e fshatit kishte rregullat e veta, dhe çdo hap do të kërkonte shumë më tepër se guximin, do të kërkonte autenticitetin. Gjatë javës së dytë, Adioni bëri gjën që ndjeu se ishte e drejtë. Tentoi të fliste me Arbreshën, jo rastësisht, por me qëllim, por me kujdes, me respekt, pa e shtypur. Rasti erdhi kur gjyshja e Adionit i kërkoi të çonte disa domate te fqinjët. Arbreshja dhe nëna e saj, Miradia, jetonin disa shtëpi larg. Gjyshja vet bënte këto lloj dërgimesh shpesh. Fshati kishte atë traditën e bukur të ndarjes së ushqimit mes familjesh, por atë ditë gjyshja kishte këmbën pak të rënduar. Hipertensioni, kishte thënë me ton indiferent, dhe kështu Adioni mori enën dhe doli. Troket te dera e lajçajve. Hapi Miradia, grua rreth të 50-tave, me shprehje të qetë dhe sy inteligjent. E pa Adionin, pa enën, noni me respekt. Nipi hanumës? Po, zonja Miradie, gjyshja ju dërgon nga domatet. E mira,
tha ajo me ngroftësi, duke marrënën. Hyni, biri, merr pak ujë. Nuk kam nevojë, faleminderit. Jo, hyr brenda se nuk është shprehje e mirë ta lë njeriu te pragu. Adioli hyri. Shtëpia ishte e vogël, por e pastër, me atë lloj pastërtie që tregon duar punëtore. Miradia shkoi drejt kuzhinës. Nga dhoma tjetër doli arbreshja, pa e pritur, pa e planifikuar, me një krah domates të sapolar dhe u ndalua kur e pa Adionin. Oh, tha ajo thjesht. Mirdita, tha Adioni. Mirdita. Miradia thirri nga kuzhina. Arbreshe, sill 2 gota ujë. Arbreshja vuri domatet, shkoi te kuzhina, u kthye me 2 gota. Adionit i shtroi njërën. Ai e mori dhe tha faleminderit, me atë shprehjen e tij të qetë, dhe ajo ktheu syt diku tjetër. Miradia erdhi dhe ul, si një koqire e mirë, si grua e fshatit me zakonet e veta. Filloi të fliste me Adionin, kur rinte, si ishte gjyshi, kur vinin prindrit. Adioni i përgjigjej lehtë, me respekt, pa tepruar. Arbreshja qëndroi afër e punoi diçka me dorë, kishte një shport të përgjysmë të thurur, por dëgjonte. Adioni e kuptonte, edhe pa e treguar. Pastaj Miradia tha diçka që Adioni nuk e priste. Adion, ti je djalë i mirë. E shikoj, ke edukat. Por na thuaj, kur kthesh në Zvicër? Pyetja ishte thjesht në sipërfaqe, por Adioni e ndjeu peshën e saj. Ishte pyetja e nënës, pyetja e kujdestarit, pyetja që thot, mos e mbaj vajzën time me shpresë boshe. Nuk kam afat të caktuar, tha i me qetësi. Kam ardhur për të pushuar dhe për të qëndruar sa të kem nevojë. Miradia e pa pak kohë, pastaj u ngrit dhe tha, miri biri, jepi selam hanumës. Adioni u ngrit, falenderoi dhe ndërsa doli në përder, ktheu syt një moment të fundit nga arbreshja. Ajo e shikoi, vetëm për 1 sekond, pastaj ktheu kokën te shporta. Por atë sekond, Adioni e mbajti mend gjatë. Jashtë, ndërsa ecte nëpër rrugën e gurëzuar, ndjeu se ishte duke u ndeshur me diçka shumë më të madhe se sa kishte menduar fillimisht. Kjo nuk ishte lojë. Miradia e kishte kuptuar menjëherë se cili ishte Adioni dhe çfarë mund të kërkonte. Dhe kishte pyetur me atë mençurinë e thjeshtë të gruas që ka kaluar vite duke mbrojtur bien e saj. Dhe arbreshja kishte dëgjuar gjithçka dhe kishte heshtur. Nuk ishte ndihmuar, nuk ishte ndërhyer, nuk ishte dhënë asnjë shenjë. Kishte thurur shportën e saj me dorë të qetë dhe kishte lënë botën të ecte pa të. Adioni u kthye te gjyshja dhe ul tek shkallët. Mendoi gjatë, pastaj ndjeu diçka të çuditshme, jo zhgënjim, jo frikë, por një lloj vendosmërie të qetë. Si dikush që sapo ka kuptuar se rruga është e gjatë dhe ka vendosur ta eci deri në fund. Kishte kaluar gati 2 javë kur Adioni bëri gjën që askush, as vet ai, nuk e priste. Shkroi letër, jo mesazh, jo email, letër me dorë në letër të bardhë me stiloplaz blu. Nuk ishte letër dashurie, të paktën nuk me fjalët e zakonshme. Ishte letër prezantimi. Fillonte kështu: Arbresh, nuk di nëse kjo mënyrë të duket e çuditshme, por ndjeva se fjalët e shkruara kanë peshë të ndryshme nga ato të thëna. Dua të tregoj kush jam, jo si djalë që ka ardhur nga Zvicra, por si njeri. Pastaj shkruante rreth vetes, jo me mburje, por me sinqeritet. Shkruante se kishte rritur në Zyrich, se kishte studiuar inxhinieri, se punonte, se duhej shumë muzikë dhe libra dhe heshtje. Shkruante se kishte ardhur në Kosovë me mendimin se do të pushonte dhe ishte gjetur me diçka tjetër. Shkruante se kishte vërej herën e parë dhe kishte ndier diçka të pashpjegueshme, dhe se ishte njëri që nuk gënjente, jo me të tjerët, jo me veten. Mbaronte letrat me: Nuk po kërkoj gjë, po të tregoj se jam i vërtet. Nëse don t'i flasësh ndonjëherë, jam aty. Nëse jo, e respektoj. Adioni. E palosi me kujdes. Pastaj qëndroi me të në dorë gjysmë ore, duke menduar si ta çonte. Nuk mund t'ja çonte vet, do t'ishte shumë direkt dhe mund ta tremte. Nuk mund ta çonte nëpërmjet gjyshes, do të bëhej histori fshati brenda orës. Nuk dinte ndonjë fëmijë të fshatit që mund ta besonte. Pastaj kujtoi Ardianin, djalë i ri, 19 vjeç,
nipi i fqinjit të gjyshit, që e ndiqte Adionin kudo si hije, sepse i duke i cool dhe donte të dëgjonte tregime nga Zvicra. Ardiani e çoi letrat, pa pyetur, pa shpjeguar, me atë entuziazmën e të riut që i duket gjithçka aventurë. Arbresha e mori letrat. Ardiani i kthye te Adioni dhe raportoi. E mori, e lexoi, nuk tha asgjë, vetëm tha faleminderit. Adioni nuk dinte si ta interpretonte faleminderit. Ishte mirë, ishte keq, ishte neutral, por vendosi se faleminderit ishte gjithnjë fillim, ishte njohje e ekzistencës, dhe kjo ishte diçka. 2 ditë kaluan pa asnjë shenjë. Pastaj, ditën e tretë, ndërsa Adioni ishte ulur te porta e oborit në mbrëmje, pa Arbreshën duke kaluar me atë hapin e saj të njohur. Ajo ndaloi para portës, jo shumë afër por jo larg, dhe pa drejt tij. "More," tha ajo me zë të qetë. Adioni u ngrit. "Arbresh?" "Letra ishte e mirë," tha ajo, "por nuk ndryshon asgjë." "Nuk po kërkoj të ndryshoj asgjë," tha ai. Ajo e pa pak. "Atëherë pse e shkrove?" "Sepse doja të dije kush jam." Heshtje. Pastaj, "E di kush je nipi i Rustemit, je nga Zvicra, do të ikësh para muajit tjetër." "Ndoshta," tha ai, "ndoshta jo." Ajo ngriti vetullën pak. Ishte e para herë që Adioni e pa të reagonte me diçka shumë njerëzore. "Ndoshta jo?" "Nuk kam vendosur ende." Ajo e pa gjatë. Pastaj ktheu kokën dhe vazhdoi rrugën. Por, dhe Adioni ishte i sigurt se nuk e imagjinoi, kishte diçka ndryshe në hapin e saj ndërsa largohej. Diçka pak më të ngadalt, pak më pak të sigurt. Ai u ul sërish te porta dhe ndjehu zemrën duke i rrahur. Jo si marrëzi romantike, por si dije, si dikush që sapo ka parë derën e parë duke u hapur pak, vetëm pak, por larg nga e mbyllur. Prindrit e Adionit, Skënderi dhe Vjollca, mbërritën në fillim të javës së tretë, me makinë të madhe, me valixhe, me ushqime nga Zvicra, me atë ngrohtësinë e shtëpisë që mbushin prindrit kur vinë. Gjyshja qarë, gjyshi buzëqeshi gjerë. Shtëpia u bë më e zhurmshme, më e ngrohtë, më e plotë. Vjollca ishte grua e bukur dhe e mençur. Kishte atë lloj inteligjencë emocionale të nënave që shikojnë bijtë e tyre dhe lexojnë gjëra që as fëmijët nuk i kanë kuptuar vetë ende. Sapo hyri dhe pa Adionin, e përqafoi dhe pastaj e mbajti pak larg dhe e pa. "Diçka ke ndryshuar," tha ajo. "Si kështu?" "Nuk di si, por je ndryshe." Skënderi, burr praktik, e preku në shpatull dhe tha: "Ka ngjyrë, dielli i Kosovës i bën mirë." "Ndoshta," tha Vjollca, me atë buzëqeshjen e saj pak sherme. Adioni nuk tha asgjë. Ditët e para me prindrit ishin plot ngrohtësi dhe zhurmë familjare, por Vjollca, si gjithmonë, vuri re. Vuri re se Adioni, sa herë dilte oborit, shikonte nga rruga. Vuri re se kur ajo pyeste si janë fqinjët, ai u përgjigj pak shumë me detaje rreth familjes Lajçi. Vuri re se një herë, ndërkohë që po pinin kafe te veranda, Adioni u ngrit papritur dhe tha: "Po dal pak." Dhe kur u kthye pas gjysmë ore, kishte atë shprehjen e dikujt që sapo ka pasur bisedë të shkurtër, por të rëndësishme. Natën, ndërsa Skënderi kishte fjetur dhe shtëpia ishte e qetë, Vjollca u ul me qaj te dhoma e ndenjes dhe thirri: "Adion, eja pak." Ai erdhi me fytyrën pak të hutuar. "Foli," tha ajo thjesht. "Për çfarë?" "Për vajzën." Adioni heshti për sekonda. Pastaj buzëqeshi. Buzëqeshje e humbur, si dikush që sapo ka kuptuar se nëna e tij e di gjithmonë. "Nga e di?" "Unë jam nëna jote," tha Vjollca. "E di çdo gjë." Adioni i ul përballë dhe filloi të tregonte. Jo gjithçka, por shumë gjëra. Tregoi për takimin e parë, për letrat, për bisedat e shkurtra, për atë mënyrën si Arbreshja ishte ndryshe nga çdo vajzë tjetër që kishte njohur. Vjollca dëgjoi pa ndërprer, pastaj tha: "Arbresh Lajçi." "E njeh?" "E kam parë. Vajzë e mirë, familje e ndershme." "E di." "Dhe e di gjithashtu," tha Vjollca me ton të kujdesshëm, "se kjo vajzë nuk është lloji që luan me ndjenjat. Nëse e fut zemrën e saj dhe pastaj e lë, nuk jam duke luajtur nën." Vjollca e pa gjatë. "A je i sigurt?" "Kurrë nuk kam qenë kaq i sigurt për ndonjë gjë," tha Adioni, dhe zëri i tij ishte i qetë, i vendosur, pa asnjë luhatije.
Vjollca ktheu syt te çaji i saj. Heshti për pak. Pastaj tha: "Skënderi nuk do ta ketë të lehtë ta pranoj. Ti e di babain tënd. Ai ka plane, ka mendim. Ka menduar gjithmonë se ti do të martohesh dikur me dikën nga Zvicra ose Gjermania, dikë me arsim njësoj si tëndin, me jetë njësoj si tëndin. Bota nuk funksionon sipas planeve të tij. Jo, por ai është babi yt dhe meriton respekt. Bëj gjërat ashtu siç duhet, me durim, me korrektësi. Mos hidh hapa të nxituar." "Nuk po hedh hapa të nxituar, nën, thjesht jam duke njohur njeri." Vjollca buzëqeshi. Buzëqeshja e butë, e lodhur pak, e nënës që e do bijtë vet me gjithë shpirt. "Di të njohësh njeri, biri im, vetëm ki kujdes si e njeh." Ata qëndruan shumë kohë duke folur në dritën e dobët të dhomës, ndërkohë që fshati flinte dhe hëna ecte ngadalë në përqiell. Javën e tretë, Adioni mbulli guxim dhe bëri diçka që e kishte menduar gjatë. Shkoi drejt të shtëpia e Lajçajve, jo me pretekst, jo me letër, jo me dërgim, por vetë me qëllim, me respekt. Hapi Miradia, e pa Adionin dhe e priste me atë qetësinë e saj të zakonshme. "Mirdita, zonja Miradie", tha Adioni. "Doja të flisja me ju, nëse keni kohë." Miradia e la të hynte. E futi te dhoma e ndenjës, dhomë vogël me koltuk të vjetër dhe qilim të hollë, dhe u ul përballë. Adioni foli me qetësi. Tregoi se kush ishte, jo si prezantim formal, por si njëri që flet me zemër. Tregoi se kishte vënë re Arbreshën, se kishte respekt të thellë për vajzën dhe për familjen. Tregoi se donte nëse lejohej të afrohej me kohë, me korrektësi, me qëllim serioz. Miradia dëgjoi pa ndërprer. Fytyra e saj nuk tregoi asgjë gjatë gjithë kohës, as miratim, as refuzim, as habin. Kishte atë lloj fytyre të burrit ose gruas të fortë që ka mësuar të mos zbulojë mendimin përpara se të mendojë mirë. Kur Adioni mbaroi, Miradia heshti pak. Pastaj tha: "Adion, ti je djali mirë, fjalën ta pranoj, por nëna e vajzës sot nuk jep fjalën pa e ditur vajza vet. Arbreshja ka mendimin e vet." "Natyrisht", tha Adioni shpejt, "nuk po kërkoj vendim nga ju pa dijen e saj, po kërkoj vetëm leje t'i flas." Miradia e pa. "Ka biseduar me ty?" "Pak po, nga rastësia." "Arbreshja nuk bën gjëra nga rastësia", tha Miradia, dhe kishte diçka të dhimbshëm ëmbël në zërin e saj, diçka si krenari dhe frikë e nënës bashk. "Nëse ka biseduar me ty, ajo di. Çfarë thot ajo vendos." "Mund t'i tregoni se kam ardhur?" Miradia mendoi. "Mund t'i tregoj." Adioni falenderoi me respekt dhe doli. 2 ditë pastaj, Ardiani, nipi i fqinjit, ky i ri besnik, i tregoi Adionit se Arbreshja kishte dërguar fjalë. Mesazhi ishte i shkurtër dhe i qartë. "Falenderit për respektin, por nuk jam vajzë e historive si kjo. Shko mirë." Adioni qëndroi me ato fjalë para vetes gjysmë dite. Shko mirë. Fjalë të buta, fjalë të qarta, fjalë të ndershme. Dhe prap, kjo ishte ajo gjëja. E bën atë ta donte edhe më shumë, sepse vajza që thot shko mirë me kaq dinjitet, pa dram, pa lot, pa loj, kjo vajzë nuk refuzon me ligësi. Kjo vajzë refuzon sepse e mbron veten, dhe dikush që e mbron veten, ka diçka të çmuar brenda. Adioni nuk deshi t'ja bënte jetën të vështirë, nuk deshi ta ndjek, pa shqetësoj, ta bënte të ndihej e shtypur, por nuk deshi të dorëzohet as, jo nga kokforcja, por nga jo bindje e brëndshme se kjo ishte e vërtet dhe e vërteta meritonte kohë. Vendosi të bënte gjën e vetme që e gjykoi si të drejtë, të qëndronte afër pa shtypur, të ishte i pranishëm pa u imponuar. Të tregonte me veprime, jo me fjalë, se nuk ishte djalë që vjen e ikën. Ajo ditë kishte filluar me re të rënda mbi male. Gjyshi i kishte thënë Adionit në mëngjes: "Sot do të bjeri shi i madh, mos dil larg." Por Adioni kishte dalë po ashtu, jo shumë larg, vetëm deri te sheshi i vogël i fshatit, te ajo pika ku mblidheshin ndonjëherë njerëzit nën çatinë e vjetër të dyqanit të vetëm. Shiu u zuri befas, ashtu siç bëhet shpesh në mal, pa shumë paralajmërim, me atë furinë e papritur të stuhisë verore.
Adioni qëndroi nën çatinë e vogël të dyqanit, duke parë shiun. Dhe pastaj, nën shiun e rënd, pa një figurë duke vrapuar nga fusha. Arbreshën, me shportën bosh dhe flokët e lagura, duke vrapuar dritë çatis. Kur ajo hyri nën çati dhe pa Adionin, ndaloi për sekond. Pastaj, sepse shiu u rëndonte dhe nuk kishte ku të shkonte, u vendos te skaji tjetër i çatis dhe nxori shportën nga krahu. Ata qëndruan kështu në heshtje disa minuta. Ai te njëra anë, ajo te tjetra. Shiu mes tyre si perde. Pastaj Adioni tha ngadalë: "Ke ardhur nga fusha?" "Po," tha ajo. "U lage?" "Jo shumë." Heshtje sërish. Shiu binte me zhurmë mbi pullaz. "Arbresh," tha Adioni, dhe zëri i tij kishte diçka ndryshe, jo trysnues, jo i lutur, thjesht i dritë për drejt. "Nuk dua të shqetësoj, nuk dua të bëj të ndihesh nën presion, por dua të di. Kur thua shko mirë, a e thua sepse nuk të duket asgjë, apo sepse ke frikë?" Ajo u kthye dhe e pa. Sytë e saj ishin të mëdhenj dhe të errët, dhe tani, nga shiu dhe nga afërsia, kishin diçka shumë njerëzore. "Nuk them gjëra nga frika," tha ajo. "Atëherë nga çfarë?" "Nga logjika." "Shpjegom logjikën," tha ai. Ajo buzëqeshi pak, jo me ngrohtësi, por si dikush kur i thuhet diçka naive. "Ti je nga Zvicra, ke jetë atje, ke punë, ke miq, ke botën tënde. Qëndron pak javë, kthehesh. Kjo është logjika." "Dhe nëse logjika jote është e gabuar?" Ajo heshti. "Nuk jam duke thënë se logjika jote është naive," tha Adioni. "Jam duke thënë se nuk e di ende çfarë dua unë, por ti ke vendosur tashmë pa e ditur." Ajo e pa gjatë, pastaj ktheu syt te shiu. "Kam parë shumë djem që vinë verën dhe ikin vjeshtorin, gjithmonë me fjalë të bukura." "Unë nuk jam shumë djem," tha ai. "Kështu thot gjithkush." "Dhe kjo është e vërtet," pranoi ai, "por ti ke mundësi të mësosh ndryshimin, nëse do." Shiu u lehtësua pak. Arbreshja e preku shpontin me dorë, duke u bërë sikur e rregullonte, por Adioni e kuptoi se ishte duke menduar. Pastaj tha: "Ke lexuar shumë libra duket." "Disa," tha ai. "Librat të mësojnë të flasësh bukur, por jeta nuk është libër." "Jo, por ndonjëherë librat e kanë të drejtë." Shiu u ndal thuajse plotësisht. Arbreshja mori shportën dhe u ngrit. "Duhet të shkoj." "Mirë," tha Adioni, dhe nuk e ndaloi. Por ndërsa ajo dilte në dritën e pas shiut, të lagët dhe të qetë, ktheu kokën vetëm një moment, aq pak sa që nuk mund të thoje me siguri nëse kishte kthyer fare, dhe pastaj vazhdoi rrugën. Adioni qëndroi nën çatinë e lagët dhe ndjeu diçka të ngrohtë dhe të dhimbshme bashk, si diçka që po rritet brenda gjoksit, por rritet nga dhimbja, si bim nga toka e vështirë. Skënderi Krasniqi ishte burr i praktikës dhe i planeve. Kishte ndërtuar gjithçka me dorë, biznesi, shtëpia, familja. Vlerësonte punën dhe urdhrin, kishte respekt të madh për traditat, por gjithashtu kishte sytë të hapur ndaj botës moderne. Kur Vjollca i tregoi, me kujdes, me kohë, me mënyrën e saj delikate, se Adioni kishte interesim për Arbreshën Lajçi, Skënderi heshti për pak. Pastaj tha: "Cila Arbresh?" "E bia e Mira Divës." "Ajo familje, po, njerëz të ndershëm." Pastaj pauze. "Por djalë, ai ka punë atje, ka jetë atje." "Kjo është pika e tij," tha Vjollca. "Çfarë do të thotë kjo?" "Do të thotë se ndoshta jeta nuk është vetëm aty ku ke ndërtuar deri tani." Skënderi u ngrit, shkoi te dritarja, pa jashtë. Kishte atë zakonin e tij kur mendonte. Kthehej te dritarja dhe shikonte si të kërkonte përgjigje nga bota e jashtme. "Çfarë do vajza? Të shkoj në Zvicër? Të lër gjithçka?" "Nuk dim çfarë do vajza, Skënder. Nuk dim as çfarë do djali. Është herët." "Herët apo vonë," tha ai, "nuk duhet I ngrihet mendja. Ka bërë jetë të rregullt, ka perspektivë të mira atje. Nëse martohet me dikë të fshatit," fjala "dikë të fshatit" e ndërpreu Vjollca me qetësi, "tingëllon keq." Skënderi u kthye dhe e pa. "Nuk e thash keq. Arbreshja është vajzë e mirë, Skënder. Nuk e mohoj, por jeta bashk kërkon më shumë se mirësi, kërkon botë të njëjta, kuptim të njëjtë.
pritje të njëjta. Apo kërkon dy njerëz që e duan njëri tjetrin mjaftueshëm për t'i ndërtuar ato gjëra bashk. Skënderi e pa gjatë, pastaj tha, je si nëna ime, Vjollca, gjithmonë me fjalin e fundit. Ajo buzëqeshi, sepse e kemi zakon. Kur Adioni u përball me baban e tij, jo drejt për drejt, por në atë mënyrë si burrat e kanë zakon, duke folur rreth gjërave të tjera dhe duke afruar ngadalë temën, Skënderi i the diçka të çuditshme dhe të thellë. Djalë, dashuria nuk është problem. Dashuria ka qenë gjithmonë, por jeta pas dashurisë, ajo është puna e madhe. Sigurohu që di çfarë je duke ndërtuar, jo vetëm çfarë po ndjesh. Adioni e mbajti mend këtë fjali gjatë. Java e katërt solli ndryshim të vogël por të ndjeshëm. Arbreshja nuk e largonte më si parë. Jo se hapej, jo, por kur kalonte dhe Adioni ishte jashtë, nuk kthente kokën me atë vendosmëri të qartë të parë. Ndonjëherë shikonte pak, ndonjëherë neste, ndonjëherë, rrallë, por ndofte, ndalonte për disa fjalë të shkurtra. Bisedat ishin gjithmonë të thjeshta, rreth motit, rreth punës, rreth fshatit. Asgjë personale, asgjë emocionuese, por Adioni e dinte se edhe thjeshtësia kishte peshën e vet, nuk ishte thjeshtësi bosh, ishte thjeshtësi e brendshme, si toka para shiut. Një ditë, Arbreshja kishte dalë te pusi i vjetër afër shtëpisë, pus guri, i ndërtuar dikur nga gjyshrit e gjyshrit për të tërhequr ujë. Adioni, duke kaluar rastësisht, pa çfarë po bënte dhe pa pyetur, mori litar dhe ndihmoi. Ajo e pa. E di ta bësh? Jo, pranoi ai. Por mësohem. Ajo e ndoqi me shikim, ndërkohë që ai u mundua dhe e bëri. Jo shumë mirë në fillim, por e bëri. Kur qoi kovën lart me ujë, pa lehtësim të vogël dhe ja shtriu asaj. Mirë, tha ajo. Faleminderit, tha ai, megjithse duhej të ishte e kundërta. Ajo mori kovën dhe para se të largohej tha: "Ke duart si dikush që nuk ka punuar kurrë me tokë." "Kam punuar me kompjuter tër jetën," tha ai. "Duket. Heshtje e shkurtër, por ke durim." Ajo e tha dhe u largua. Ke durim. Dy fjalë, por nga Arbreshja, Adioni e dinte, dy fjalë ishin si tjerë 20. Gjatë asaj jave, Adioni mësoi gjëra të reja. Mësoi si ndihmohej te ara, ndonse nuk ishte punëtor i madh. Mësoi si funksiononte fshati, ku mlidheshin njerëzit, çfarë diskutonin pleqt te shtëpia e gjyshit. Mësoi zakonet, si thuhet mirëmëngjes me ndryshim nga mirëdita, si pranohet mysafiri, si ngrihet fjala kur ka pleq. Dhe mësoi diçka tjetër, se Arbreshja, ndonse e rezervuar, kishte humor të thatë dhe inteligjencë të mprehtë. E pak tek herë kur kishte një bisedë midis disa grave të fshatit dhe ajo kishte thënë diçka, me ton të qetë dhe fjalë të pakta, që kishte bërë të gjitha gratë të qeshnin. Pastaj kishte vazhduar punën e vet si të mos kishte ndodhur asgjë. Atë natë Adioni shkroi në fletoret e tij, kishte zakon të mbante shënime, një fjali: Arbreshja është njeriu më i vërtet që kam njohur ndonjëherë. Çdo histori ka momentin e vet të errët, momentin kur gjithçka duket se po shembet. Erdhi kur Adioni kishte pak ditë para se prindërit të ktheheshin. Kishte qenë një mbrëmje e ngrohtë dhe ai kishte dalë me telefon duke biseduar me shokun e tij nga Zyrihu, Matjo, italian-zvicran, njeri me humor gjerë dhe pa filtër. Matjo kishte pyetur si ishte Kosova, Adioni kishte treguar pak dhe pastaj Matjo kishte thënë me zërin e tij karakteristik: "Dhe ajo vajza fshatare për të cilën nuk po ndalon, si ecin punët?" Adioni kishte qeshur pak dhe kishte thënë: "Ngadal, por ka shpresë." Nuk e kishte parë Arbreshën duke kaluar afër, nuk e dinte se e kishte dëgjuar, jo bisedën e plot, por fjalët: vajza fshatare dhe ka shpresë. Të nesërmen, kur Adioni tentoi të fliste me Arbreshën te dyqani i fshatit ku ishin kryqëzuar, ajo u kthye dhe i tha me qetësi, por me sy të ndryshuara: "Mos më i humbe kohën." Adioni u hutua. "Çfarë ndodhi?" "Asgjë nuk ndodhi, thjesht mos humb kohën e jote dhe timen." Arbresh: "Jo," tha ajo, dhe ishte e para herë që kishte thënë jo me atë vendosmëri absolute. "Nuk jam vajzë fshatare me shpresë, kam emër dhe nuk jam eksperiment i dikujt." Ajo iku para se Adioni të kuptonte çfarë kishte ndodhur.
Adioni qëndroi aty, me zemrën ndjerë si të rond me gur. Pastaj, ngadalë kuptoi. E kuptoi çfarë kishte dëgjuar dhe si kishte tingëlluar. E kuptoi se sado i pafajshëm të kishte qenë konteksti, fjalët kishin lënë gjurmë. I erdhi dëshira të vraponte pas saj, por e njohu mençurinë e heshtjes. Atë mbrëmje nuk doli nga shtëpia, hëngri pak, u ul te dhoma e tij dhe mendoi gjatë. Pastaj shkroi sërish, jo letër kësaj radhe, por disa fjali në fletore. E kuptoi pse u lëndua, e kuptoi plotësisht, por nuk dua ta shpjegoj me letër, dua ta shpjegoj me sy, sepse gjërat e vërteta duhen thënë me fytyrë. Ditën tjetër, pasdite, shkoi te shtëpia e Lajçajve. Hapi miradia, e pa dhe duket se e kuptoi menjëherë se kishte ndodhur diçka. "Është Arbrishja?" pyeti Adioni. "Është," tha Miradia, dhe doli të thërriste. Arbrishja erdhi te porta me shprehje të mbyllur. Adioni foli pa preambul. "Dua të shpjegohem, jo me letër, por me fjalë. Nëse do t'i dëgjosh 2 minuta." Arbrishja heshti. "Isha duke folur me shok tim," tha ai. "Ai pyeti për ty. Fjalët vajzë fshatare nuk ishin fjalë të mia me kuptim nënçmues. Ishte mënyra si unë e shpjegoja situatën atij, sepse ai nuk e njeh fshatin, nuk e njeh ty, nuk e njeh kontekstin. Dhe ka shpresë, kjo ishte shpresa ime, jo loj, ishte ajo gjëja e fundit që unë mbahem." Arbreshja dëgjoi, fytyra e saj nuk ndryshoi, por syt, ata sytë e errët të thellë, kishin diçka pak ndryshe. "Nuk i them gjëra njerëzve si kompliment kur janë në fakt sharje me mbulesë," vazhdoi Adioni. "Nëse ndonjëherë ke menduar se jam i tillë, them se gabohesh, por nëse kam gabuar në mënyrën si kam folur, kërkoj falje të vërteta." Heshtje. Pastaj Arbreshja tha, "Kjo falje tingëllon e vërtet." "Sepse është." "Ajo e pa një herë shumë." Pastaj tha, "Do të kem parasysh." Dhe hyri brenda. Adioni u kthyre ngadalë, me atë ndjenjë të dyfisht të dikujt që nuk di nëse ka fituar apo humbur, por që di se ka thënë të vërtetën. Dhe e vërteta, edhe kur nuk jep rezultat të menjëhershëm, gjithmonë ka vlerën e vet. Gjyshi kishte ftuar njerëz të fshatit, zakoni vjetër i fshatit, mblidheshin ndonjëherë te shtëpit, pisnin kafe, bisedonin, bënin aheng të vogël. Kishte disa pleq, disa të mesëm, disa familje me fëmijë. Arbreshja kishte ardhur me miradinjën, jo si pritse, thjesht si fqinje e ftuar. Kishte qenë natë e qetë dhe e ngrohtë, diellin kishte zëvendësuar hëna e plot dhe yllët ishin të qartë si gur driti mbi tavan të hapur. Kishte zjarr të vogël në obor, jo nga nevoja, por nga zakoni dhe ngrohtësia. Adioni kishte qëndruar kryesisht te njëra anë, duke dëgjuar bisedat e pleqve, duke mësuar gjëra rreth fshatit, rreth historisë, rreth njerëzve. Nuk ishte munduar të afroje Arbreshën, e dinte se nuk ishte vendi. Por ndonjëherë, kur njerëzit lëvizin dhe mblidhun dhe rindahen, botët afrohen. Kishte ndodhur kur të gjithë ishin afruar te zjarri, dhe Adioni kishte gjetur veten të ulur te guri i madh afër murit, pak larg nga rrethi kryesor, dhe Arbreshja kishte ardhur të ulej afër, jo pranë tij, por të mjaftueshëm afër sa që mund të fliste pa thirrur. Nuk tha asgjë fillimisht. Dëgjoi bisedat e të tjerëve. Adioni gjithashtu heshti. Ata qëndruan kështu për disa minuta. 2 heshtje pranë njëra tjetrës, si 2 nota muzikore që nuk janë të njëjta, por harmonizohen. Pastaj Arbreshja tha, pa kthyer kokën, "Si është Zvicra në dimër?" Adioni e pa anash, nuk e priste. "E bardh, shumë e bardh. Ndonjëherë aq e bardh sa duket si botë tjetër." "Ke mall kur je larg?" "Jo për të ftohtën," tha ai, "për heshtjen e saj. Zvicra ka lloj heshtjeje të veçantë, por edhe këtu ka heshtje të veçantë, ndryshe." "Si ndryshe?" Adioni mendoi pak. "Heshtja e Zyrihut është heshtje e rregullit. Gjithçka është në vend të vet, dhe heshtja vjen nga kjo. Heshtja këtu, në mal, në natë si kjo, është heshtje e gjallë.
si të presësh diçka. Arbreshja e dëgjoi, nuk tha asgjë për pak. Pastaj, nuk e kisha menduar kështu ndonjëherë. Ku kemi rritur, tha Adioni, na mëson si të shohim botën. Ti ke mësuar të shohësh heshtjen si të gjallë, unë duhet të vija këtu ta mësoja. Ajo ktheu kokën dhe e pa. Ishte hera e parë që e shikonte kështu, jo me rezervë, jo me vëzhgim të kujdesshëm, por me diçka të hapur, si dritare e hapur para shiu të parë të pranverës. Pse je kaq i ndryshëm nga të tjerët? Tha ajo, dhe duket se e habiti edhe veten me pyetjen. Cilët të tjerë? Djemt që vinë nga jashtë, zakonisht vinë me zhurmë, me mburje, me lojë. Ti je i qetë. Kam pasur gjithmonë frikë nga zhurma bosh, tha i thjesht. Ajo buzëqeshi. Kësaj radhe buzëqeshje e plot, e parë deri atëherë, dhe Adioni e ndjeu si diçka fizike, si ngrohtësi që del nga zjarri kur e afron pak. Unë gjithashtu, tha ajo. Ata qëndruan kështu deri kur nëna e Arbreshës e thiri. Ajo ngrit, pa Adionin, dhe tha, natën e mirë. Natën e mirë, Arbresh, tha i, dhe ajo shkoi. Por duke shkuar, kishte diçka ndryshe, diçka që Adioni nuk mund ta quante me fjalë, por e dinte se ekzistonte. Si shkëndijë e vogël në natë, e vogël por e padyshimt. Ditët që pasuan kishin ritmin e tyre të ngadalt dhe të ëmbël. Adioni po mësonte diçka që Zvicra nuk ja kishte mësuar kur, durimin e thellë. Jo durimin mekanik të dikujt që pret orarin e autobusit, por durimin e farës nën tokë. Aty, i gjallë, duke rritur, pa u parë ende. Por nuk ishte vetëm Arbresha. Miradia kishte filluar ta shikonte Adionin ndryshe, jo me dyshim, jo me miratim të plot, por me atë vëmendjen e kujdesshme të gruas që ka kaluar gjithë jetën duke gjykuar njerëzit jo nga fjalët, por nga veprimet. Kishte vënë re se Adioni ndjuronte gjyshin pa u kërkuar. Kishte vënë re se fliste me pleqtë e fshatit me respekt të vërtet, jo me atë mirësjellje artificiale të dikujt që po mundohet të bëj përshtytje. Kishte vënë re se nuk konsumoi asnjë shfaqje burrërie bosh. Nuk u mundua të tregohej si hero. Njëherë, kur kishte dalë të çonte gjët e gjyshja, e kishte gjetur Adionin duke ndihmuar një plak të fshatit. Kishte rënë kovja e saj dhe ishte derdhur, dhe Adioni e kishte ngritur, e kishte mbushur sërish dhe e kishte çuar te pragu i shtëpisë. Plaka i kishte thënë diçka dhe ai kishte qeshur dhe kishte vazhduar rrugën. Miradia e kishte parë nga larg. Natën e saj, ulur vete me çaj, kishte menduar gjatë. Kishte menduar për burrin e saj, për flamurin, njeriu që e kishte dashuruar me gjithë shpirt dhe kishte vdekur shumë herët dhe e kishte lënë vetëm me vajzën e vogël. Kishte menduar se si kishte ngritur Arbreshën, me rrezikim, me punë, me ato vlera që i kishte dhënë si trashëgimi të vetme të sigurt. Kishte menduar se çfarë donte për vajzën e saj. Kur Arbreshja erdhi nga jashtë dhe u ul pranë saj, Miradia e pa dhe tha: "Çfarë mendon ti?" Arbreshja e dinte çfarë pyetste pa specifikuar. "Nuk di, nën." "Nuk di apo nuk thua?" Arbreshja heshti. "Vajz," tha Miradia me atë ngrohtësinë e thjeshtë të nënës. "Unë kam rritur ty duke të mësuar të mos të shalosh fort shpresën te dikush pa i njohur, por gjithashtu të kam mësuar të mos ja mbyllësh derën zemrës frikës bosh. Ke frikë nga ideal?" "Jo frikë," tha Arbreshja. "Rezervë." "Nga çfarë rezervë?" "Se do të ik." Miradia ktheu syt te llamba e vogël e dhomës. "Ndoshta do të ik, ndoshta jo, por nëse e mbyll, nuk do ta dish kurrë. Nëse hap dhe pastaj ikën, lëndohem." "Po," tha Miradia, "lëndohesh, por Arbresh," dhe kjo ishte fjalia që vajza e mbajti mend gjatë, "lëndimi nga të dashurit e vërteta të bën njeri, lëndimi nga frika bosh të bën burg." Arbreshja u ngrit ngadalë, e përqafoi nënën, gjatë, me atë ngrohtësinë e bijës dhe shkoi te dhoma. Ajo natë nuk fjeti shumë. Takimi ndodhi të nesërmen pasdite, te pusi i gurëzuar, ai vend ku kishin pasur herën e parë bisedën e vërtet. Adioni kishte shkuar aty pa plan, thjesht kishte ecur dhe kishte gjetur veten aty. Arbreshja erdhi pak më vonë me kovën e saj. Ndaloi kur e pa, pastaj vazhdoi e erdhur. "Eja e ndihmoj," tha Adioni. "Sot e di si bëhet," tha ajo, dhe kishte humor dhe thatë në atë fjalë. "Mësuam bashkë herën e fundit." Ajo tërhoqi litarin ngadalë dhe nxori kovën.
Adioni e mbajti të mos shplaset. Pastaj ata qëndruan njëri pranë tjetrit me kovën mes tyre, dhe Arbreshja tha, pa e shikuar: "Nënën time e ke bërë të mendoj." "Si kështu?" "Thot se ke sjellje të mirë." "Kam bërë ç'dia," tha ai. Arbreshja e pa. "Pse? Pse e bën gjithë këtë? Nëse je i sinqert, thuam realisht, jo me fjalë të bukura, realisht." Adioni e pa sytë e saj dhe diti se kjo ishte momenti. Jo moment romantik me muzikë në sfond, momenti vërtet, njeriu përballë njeriut pas bukurime. Sepse kur të pash për herë të parë, thaj ngadalë dhe qartë, ndjoha diçka që nuk e kisha ndjer kur, nuk di ta shpjegoj ndryshe. Nuk ishte vetëm pamja jote, ishte mënyra si ecje, si qeshje, si ishe e pranishme në hapësirën tënde pa kërkuar vëmendje nga askush. Njeriu që është kaq i sigurt me veten, pa arrogancë, pa lojë, njeriu i tillë është i rrallë, dhe kur gjej diçka të rrallë, nuk e lë vetëm sepse rruga është e vështirë. Heshtje. "Dhe Zvicra?" tha jo. "Zvicra është vend ku rroj, jo gjithçka që jam." "Po nëse kthehesh dhe harron?" "Arbresh," tha i, dhe e tha emrin e saj me atë mënyrën që ajo e kuptoi se jo thjesht po e thërriste, por po e njohu. "Po nëse kthehesh tu tregoj çdo muaj se nuk kam harruar, po nëse gjithçka quajmë nisje, jo mbarim." Arbreshja e pa gjatë, pastaj ktheu sytë te malet. "Nuk jam vajzë lehtë. E di, prandaj jam këtu." "Nuk ndryshoj," tha ajo. "Nuk bëhem dikush tjetër. Nuk po kërkoj të ndryshosh, kërkoj të njoh atë që je." Heshtje e gjatë. Shpendi kaloi mbi ta lart. Pastaj Arbreshja tha: "Mund të flasim. Vetëm të flasim, pa premtime, pa pritje." "Kaq kërkoj," tha Adioni. Ajo mori kovën, por kësaj radhe, para se të shkonte, pa drejtëti me atë sytë e saj të errët dhe tha: "Adion." "Po?" "Kur mos gënje. Nëse ndonjë ditë ndjen se po ndryshon mendim, thuam drejt. Preferon hidhërimin e thatë se sa shpresën bosh." "Premtoj," tha ai. Ajo iku, por kësaj radhe nuk u kthye. Kësaj radhe nuk kishte nevojë. Ato ditë që pasuan ishin ndoshta ditët më të bukura që Adioni kishte jetuar ndonjëherë, jo sepse ndorte diçka madhështore, por sepse gjërat e vogla kishin marrë peshë. Flisnin çdo ditë, jo gjatë, fillimisht 5 minuta, pastaj 10, pastaj gjysmë ore. Flisnin rreth gjithçkaje dhe asgjëje, rreth motit, rreth librave, rreth fshatit, rreth Zyrihut, rreth nënave të tyre, rreth ëndrave, rreth frikrave. Adioni zbuloi se Arbreshja kishte lexuar shumë, jo libra universitare, por libra të vjetër, romani shqiptar, histori, poezi. Kishte lexuar Kadaren, kishte lexuar Migjenin, kishte lexuar gjëra që ai nuk i kishte lexuar. Kishte mendime të forta dhe të pa blerë nga asnjë mënyrë e jashtme, mendime të formuara nga vetë ajo, nga vetë mendimi i natës, nga ato orë kur kishte qëndruar vetëm me veten pas pune. Ai zbuloi se ajo kishte ëndër të shkonte shkollë të vogël, ose ndonjë kurs për fëmijët e fshatit, të cilët shpesh mbeteshin pas, jo nga mungesa e inteligjencës, por nga mungesa e vëmendjes. Kishte ëndrrën e saj të heshtur dhe qartë, shumë specifike, shumë reale. Ajo zbuloi se Adioni, ndonse jetonte në botën e inxhinierisë dhe teknologjisë, shkruante poezi, jo për t'u treguar njerit, thjesht për veten. Poezi shqipe, shpesh bukur keq, por të vërteta. Kur i tregoi njërën, me dorë të dridhur pak, ajo e lexoi ngadalë dhe pastaj tha: "Ke frikë nga bota e brendshme jote." "Pse e thua?" "Sepse e fsheh, por kur të del me forcë. Kjo nënkupton se brenda je shumë më i thellë nga sa tregon jashtë." Adioni heshti. Ishte gjëja më e saktë që i kishte thënë ndonjë njeri. Ndonjëherë miradia i shihte nga larg ndërkohë që flisnin, nuk ndërhynte. Kishte ato sytë e saj të mençur dhe kishte durim nëne që di se kur duhet të qëndroj prapa. Gjyshja e Adionit buzëqeshte gjithmonë kur Adioni kthehej nga ato bisedat me atë shprehjen e ngrohtë. Gjyshi nuk thoshte asgjë, por njëherë, pa asnjë kontekst, kishte thënë: "Arbreshja është vajzë si duhet." Dhe kishte vazhduar pirjen e kafes pa shtuar asgjë. Erdhi dita kur prindrit duhej të ktheheshin në Zvicër.
Skënderi kishte punën, Vjollca kishte oraret e veta. Kishin qëndruar më gjatë se planifikuara, 2 javë dhe gjysmë, dhe tani koha kishte ardhur. Adioni, kundër çdo pritshmërie, tha: "Unë po qëndroj." Skënderi e pa: "Si kështu? Kam marrë leje disa javë shtesë, nuk ka urgjencë të kthehem tani." Vjollca buzëqeshi me atë buzëqeshjen e saj të ditur. Skënderi e kuptoi menjëherë pse biri i tij po qëndronte, por nuk tha asgjë për bak. Pastaj tha: "Adion, ke punë atje?" "E di, dhe e bëj edhe nga larg. Punoj online gjatë mëngjesit. Pasdite dhe mbrëmjet jam i lirë." "Dhe arsyeja e vërtet?" "Arsyeja e vërtet është se nuk jam gati të largohem." Skënderi e pa gjatë. Pastaj, befas dhe pa e pritur, buzëqeshi. Buzëqeshja e vogël, e rezervuar, e burrit që ka luftuar shumë dhe ka kuptuar se disa luftra nuk ja vlen t'i luftosh. "Bëj si di, por ki kujdes." Gjithmonë. Vjollca e përqafoi të bitë fort. Pastaj i shpërdori flokët si i vogël, zakoni sa i vjetër, dhe tha: "Jepi selam nga ana ime." "Kujt?" bëri Adioni i befasuar. "Biri tim, je shumë i aftë." Dhe qeshi. Kur makina e prindërve u zhduk rreth kthesës, Adioni qëndroi te porta e gjyshit dhe ndjeu diçka të çuditshme. Lehtësi, sikur hiqi rrobat e rënda dhe ndjek ajrin. Tani ishte vetëm, ose jo vetëm, sepse kishte gjyshin dhe gjyshen, por pa presionin e asnjë orari tjetër. Kishte kohën e tij, kishte fshatin, kishte Arbreshën. Javët e ardhshme sollën diçka të re. Intimiteti vërtet njerëzor, i ndërtuar ngadalë, si muri i gurzuar, gur mbi gur. Arbresha filloi taftonte ndonjëherë të vinte te kopshti kur punonte, jo si ftesë romantike, thjesht si pranim të pranisë së tij. Ai vinte, ulej afër dhe ndonjëherë ndihmonte, ndonjëherë lexonte, ndonjëherë flisnin, ndonjëherë heshtonin bashk. Ato heshtje bashk ishin ndoshta gjëja më e bukur. Heshtja me dikë që e ke zgjedhur është ndryshe nga heshtja e vetmis. Ka ngrohtësi, ka pranimin e dy qenjeve që nuk kanë nevojë të mbushin çdo boshllëk me fjalë. Adioni i lexonte ndonjëherë poezi nga librat që kishte marrë me vete. Ajo digjonte me sytë mbyllur ndonjëherë, jo gjumë, por përthithje. Pastaj thoshte mendimin e saj, gjithmonë të drejtë për drejtë, gjithmonë i saj, pa e dëgjuar nga dikush tjetër. Njëherë, ndërkohë që po shihnin malet nga kodra e vogël pas fshatit, kishin shkuar atje bashk, me miradinjen që i kishte lënë të shkonin, por kishte thënë para darkës kthehuni. Arbreshja kishte thënë diçka që Adioni e kishte mbajtur mend si fjalë të gdhendura. Ndonjëherë, mendoj se njerëzit kanë frikë nga lumturia, sepse lumturia të ekspozon, të bën të dish se ka diçka për të humbur. "Dhe ti?" kishte pyetur Adioni. "Edhe unë", kishte thënë ajo pa hezitim, "por po mësohem." "Të mësosh si?" "Duke qëndruar këtu", kishte thënë ajo, dhe kishte pasur kuptim dyfish, duke qëndruar te ky vend me këto male dhe duke qëndruar këtu, në këtë moment, me ty afër. Adioni kishte ndjer atëherë, për herë të parë, se dashuria nuk ishte diçka që vendoset menjëherë, ishte diçka që rritet, si bime ngadalt, dhe kur e shen një ditë plotësisht të rritur, e di se ka qenë atje gjatë pa e parë. Por jeta nuk ka vetëm diellin. Erdhi dita kur Adionit i ra telefoni, punë urgjente, klient të mëdhenj, projekt kritik, njerëzit e kompanisë kishin nevojë për të lartë. Duhej të kthehej, jo nesër, por brenda 2 ditëve. Ai qëndroi me telefon në dorë dhe ndjeu diçka si tokë duke ju tërhequr nën këmbë. Shkoi te Arbreshja, e gjeti te kopshti. Kur e pa me atë shprehjen, u ngrit. "Çfarë ndodhi?" "Duhet të kthehem", tha ai. "Punë urgjente, brenda 2 ditëve." Arbreshja heshti. Fytyra e saj nuk tregoi asgjë menjëherë. Pastaj ktheu syt te kopshti dhe tha me zë të qetë, "Kjo pritet." "Arbresh, nuk është fund." "E di", tha ajo, por kishte diçka në "e di" e saj kësaj radhe, jo besim, por mbrojtje. Ishte ajo muri i brendshëm duke u ngritur sërish,
Kësaj radhe jo nga mosbesimi, por nga dhimbja e parashikuar. "Dëgjoj më", tha Adioni, dhe ja mori dorën me atë natyrsinë e dikujt që nuk mendon ta bëj, thjesht ndodh. Arbreshja nuk e tërhoqi. "Dëgjoj më, kjo nuk është lamtumir, është pushim i shkurtër. Do të kthehem." Sa herë e kanë thënë këtë? Tha ajo ngadalë. Nuk jam sa herë, tha ai. Jam unë, dhe unë po ta them. Do të kthehem. Javë, 2 javë, ndoshta pak më shumë, por do të kthehem. Ajo e pa. Sytë e saj ishin të lagët pak, jo qaj, thjesht atë lagështirë të syve kur ndjenja bëhet shumë e madhe për të mbajtur tërësisht brenda. Mos premto nëse nuk je i sigurt. Jam i sigurt. Si mund të jesh i sigurt? Ke jetë tjetër atje, ke njerëz, ke punë, ke gjithçka. Kam gjithçka atje, e ndërpreu ai ngadalë, por nuk kam ty, dhe po kuptoj se kjo bën ndryshim. Heshtje e gjatë. Pastaj Arbreshja ktheu kokën dhe pa larg. "Shko mirë, Adion, kujdesu." "Do të telefonoj", tha ai. Di si funksionon telefoni, tha ajo, dhe kishte diçka midis humorit dhe dhimbjes në atë fjalë. Adioni largohej me zemrën e ndarë. Gjysma e tij po ikte, gjysma e tij po qëndronte te kopshti i Arbreshës, me zbimve dhe dheut dhe erës së barit. Zyrihu e priti siç pret gjithmonë qytetet e mëdhenj njerëzit, me indiferencë të organizuar. Rrugët e pastra, tramvajet me orare, zyrat me ngrohje dhe kafenet me wifi. Bota e tij e vjetër, e njohur, e funksionuese. Por diçka kishte ndryshuar. Adioni ecte nëpër rrugët e Zyrihut dhe ndjente diçka si disonancë, si dikush që ka mësuar muzikë të re dhe tani gjithë kompozimet e vjetra tingëllojnë pak jashtonit, jo keq, por ndryshe, jo njëjta. Punoj me fokus dhe profesionalizëm, e kishte gjithmonë atë aftësi të përqendrimit kur kjo kërkohej. Projekti u zgjidh, klientët u kënaqën, kompania mori frym. Adioni bëri punën e tij si gjithmonë. Por çdo mbrëmje, kur mbyllja laptopin dhe heshte dhoma, telefoni bëhej gjëja e parë. Fliste me Arbreshën. Jo çdo ditë, ajo nuk ishte zakon të ishte shumë e lidhur me telefonin dhe ai e respektonte, por disa herë në javë, zëri i saj i qetë dhe i drejt për drejt, mbushte dhomën e tij zvicerane me diçka që ndihej si ajri i malit pas shiut. Ajo i tregonte gjëra të vogla, kopshti, nëna, fshati, ndonjë ngjarje. Ai i tregonte punën, ndonjë ditejle rreth Zyrihut, ndonjë mendje. Bisedat nuk ishin kurrë të stërngjeshura me romantizëm, ishin biseda të vërteta, midis dy njerëzve që po ndërtojnë njohje reale mbi distancë. Por ndonjëherë, mbrëmjeve vonë kur të dyve u ikte orari dhe rrinin pak më gjatë se zakonisht, biseda merrte thellësi tjetër. Një herë, Arbreshja kishte thënë: "Ti e di se jeta nuk është si film, apo jo?" "E di", kishte thënë Adioni. "Nuk ka muzikë kur gjëra ndodhin, nuk ka kamera, ka vetëm ditë të zakonshme me punë dhe mundim, dhe ndonjëherë gëzim. Dhe gjithë ato ditë", kishte thënë ai, "me njeriun e duhur janë të bukura, edhe kur janë të zakonshme." Heshtje nga ana e saj. Pastaj, "Beson te kjo?" "Besoj se po e jetoj", kishte thënë ai. Arbreshja nuk ishte thënë asgjë, por nuk ishte mbyllur telefonin as. Kishte qëndruar ende disa minuta dhe ai kishte dëgjuar frymën e saj dhe erën e natës nga dritarja e saj e hapur, dhe ndjehej si të dy kishin qenë në të njëjtin vend, jo mijëra kilometra larg. Kur Adioni sa se po kthehej, Ardiani, nipi i fqinjit, e kishte marrë lajmin si fest personale dhe e kishte treguar gjithandej. Gjyshja kishte bërë fasule të gatuar. Gjyshi kishte thënë mirë dhe kishte vazhduar punën. Por kur Adioni arriti dhe shkoi te porta, pa Arbreshën duke qëndruar te porta e saj. Si rastësi, si gjithmonë, ndoshta si rastësi të planifikuar. Dhe ajo e pa dhe tha me qetësinë e saj karakteristike: Erdha, tha ai. "E pash", tha ajo, dhe buzëqeshi, atë buzëqeshjen e plot, të rrallë, që Adioni e kishte numëruar çdo herë. Ishte kthim, por ishte gjithashtu fillim, i gjërave serioze, i thellimit real, i asaj faze kur dy njerëz vendosin se po e ndërtojnë diçka me qëllim. Bisedat u bën të gjata. Ndonjëherë Miradia ulej me ta, jo si mbikëqyrse, por si nënë e mirë që merr pjesë natyrale në jetën e bijës.
Adioni e trajtonte me respekt të thellë, dhe ajo e shihte atë me atë sytë e mençur duke vlerësuar çdo veprim. Njëherë, Miradia i kishte pyetur: "Adion, çfarë mendon për ardhmen? Ka qëllim ky njohje apo është vetëm kalimtare?" Adioni e kishte parë drejt. "Ka qëllim të plot. Nuk jam njeri i kalimtarisë." "Dhe Zvicra?" "Zvicra nuk zhduket," kishte thënë ai. "Por as Arbresha nuk zhduket. Gjërat mund të ndërtohen nëse ka vullnet nga të dyja anët." Miradia kishte kthyer syt te Arbreshja. Arbreshja kishte heshtur, por heshtja e saj nuk ishte refuzuese. Ishte heshtja e dikujt që po mendonte seriozisht. Erdhi nata e shtrëngatës së madhe të vjeshtës. Kishte filluar me erë dhe kishte vazhduar me shi të dendur dhe rufe. Fshati kishte kësaj raste ndezje të ndriçimit, ishte prerë rrymë dhe njerëzit ishin kufizuar nëpër shtëpi. Gjyshja kishte ndezur qirinj të vjetër, gjyshi kishte kontrolluar çatin, Adioni kishte qëndruar brenda duke dëgjuar shtrëngatën. Pastaj papritur, dikush trokiti fort te porta. Adioni hapi dhe gjeti Ardianin të lagur deri në palc. "Arbreshja kërkon ndihmë," tha i riu me frym. "Ka bredhur dhete vogla nga stalla, ka dal pas tyre dhe nuk ka dal dot mirë, nëna i ra keq nga emocioni. Keni diçka për presion?" Adioni mori blerjen e barnave që gjyshja mbante gjithmonë gati, mori xhaketën e tij, doli nën shi. Te shtëpia e lajçajve gjeti Miradinjen të shtrirë me kokë të rënduar nga presioni i lartë dhe Arbreshën me fytyrë të zbehtë duke i fërkuar duart. Kur pa Adionin, diçka në fytyrën e saj, atë kontrollin e hekurt, u lirua një moment, vetëm një moment, dhe pa atë tek ai me atë shikimin e dikujt që nuk kërkon ndihmë shpesh, por tani ka nevojë. Adioni ndihmoi. Dha barnat, bëri çaj, qëndroi me Miradinjen derisa ngjyra u kthye në faqe dhe frymëmarrja u rregullua. Pastaj shkoi te stalla me Arbreshën dhe ndihmoi të mbyllnin dhet. Ishin lagur të dy. Shiu binte ende i fortë. Në stall, mes aromës së kashtës dhe lagështisë, Arbresha u kthyre nga ai dhe tha me zë shumë të ulët: "Faleminderit." "Nuk është asgjë." "Është shumë," tha ajo, "shumë." Dhe pastaj, pa e planifikuar njëra prej tyre, pa romantizëm filmi, me flokë të lagur dhe rroba të njoma, ajo ja shtriu dorën, jo si gjest i madh, thjesht dorën e saj në të tien. Adioni e mbajti, me qetësi, me butësi, pa bërë shumë nga ajo. Qëndruan kështu në heshtjen e stallës, ndërkohë që shiu rëndonte jashtë dhe fshati dridhej nga rufet, dhe bota vazhdonte pa i pyetur. Dy njerëz me duar të ndërthurura dhe asgjë tjetër të nevojshme. Të nesërmen gjyshi e thirrri Adionin herët në mëngjes. Ulën bashkë te shkallet e oborrit, ai vendi tyre i zakonshëm i bisedave, dhe gjyshi mori cigaren e tij. "E di çfarë po ndodh?" tha gjyshi. "Di," tha Adioni. "Çfarë ke ndërmend?" "Të pres, të ndërtoj, nëse ajo do dhe prindrit tanë do, të martohem." Gjyshi e pa gjatë, pastaj i mzorri tymin ngadalë. "Ke menduar mirë?" "Gjysh, kur nuk ka menduar diçka me kaq qetësi dhe vendosmëri. Arbreshja është vajzë e fshatit, nëna e saj është burri i shtëpisë, me mentalitet të fshatit, të traditës. Nëse bën hap, duhet ta bësh sipas rrugës, me fjalë të rregullt, me njerëz, me respekt, jo si perëndim." "E di gjysh, dhe e dua pikërisht kështu." Gjyshi hodhi cigaren dhe u ngrit. Pastaj pa Adionin me atë shikimin e tij të thellë, shikimin e plakut që ka parë shumë dhe nuk gënjehen lehtë. "Mirë," tha, dhe shkoi brenda. Fjala mirë e gjyshit Rustem vlente sa fjalimi i gjatë i dikujt tjetër, por caktimi nuk do t'ishte pa provën e fundit. Erdhi nga drejtimi që Adioni nuk e priste, nga Zyrihu, nga bota e tij e mëparshme. Kompania ku punonte i kishte ofruar promovim të madh, pozicion drejtues, rrogë dyfish, por me kusht, zhvendosje e plot në Munich, fillim të menjëhershëm, pa mundësi kalimi nëpër Kosovë. Adioni qëndroi me ofertën para vetes gjysmëore. Ishte diçka që 6 muaj më parë do ta kishte pranuar pa menduar dy herë. Karrierë, para, prestigj, gjithçka që kishte punuar për të. Pastaj mbylli emailin dhe doli jashtë. Shkoi te kopshti i Arbreshës. Ajo po punonte dhe kur e pa, kuptoi menjëherë se diçka kishte ndodhur. "Çfarë ke?"
tha ajo. Ai I tregoi gjithçka, haptas, plotësisht, pa lënë asgjë jashtë. Arbreshja dëgjoi pa ndërprer, pastaj tha: "Dhe ti çfarë do të bësh? Dua të di çfarë mendon ti." "Jo," tha ajo me atë prerësinë e saj karakteristike. "Nuk vendos unë, ti vendos. Unë nuk dua të jem arsyeja pse lë diçka dhe nuk dua të jem justifikimi pse nuk shkon. Vendos sipas asaj çfarë don ti realisht. Por ti e kje se asaj çfarë dua," tha ai. "Atëherë," tha ajo ngadalë, "vendosi si dikush që di çfarë do dhe merr pasojat me dinjitet." Adioni e pa gjatë. Pastaj ktheu sytë te malet. Mendoi, me gjithë veten, me gjithë atë gjysmë jete që kishte ndërtuar dhe atë gjysmë jete tjetër që kishte zbuluar. Pastaj mori telefonin dhe shkroi emailin. "Faleminderit për ofertën. Me keqardhje nuk mund ta pranoj në këto kushte." E dërgoi. Arbreshja kishte parë pa asnjë fjalë. Kur ai ktheu telefonin, ajo tha: "A je I sigurt?" "Jam," tha ai. "Nuk ndihet keq?" "Ndihet," pranoi ai, "por ndihet si vendim I drejtë." Ajo e pa gjatë. Pastoj tha fjalë që Adioni nuk I priste. "Nuk doja ta bëje këtë." "Unë doja." "Pse?" "Sepse Arbresh," tha ai, dhe kësaj radhe zëri I tij kishte atë qetësinë absolute të dikujt që ka arritur në fund të dyshimit dhe ka gjetur tokën e fortë. Sepse disa gjëra vlejnë më shumë se karriera, dhe unë kam mësuar të dalloj çfarë vlen. Arbreshja heshti për kohë të gjatë. Sytë e saj ishin të lagët pak, jo qaj, por ajo lagështirë e brendshme kur diçka të prek aq thellë sa nuk di ku ta vendosësh. Pastaj tha me zë të ulët: "Ti je njëri I çuditshëm, Adion Krasniqi." "Çuditshëm si?" "Çuditshëm I vërtet." Dhe nuk shtoi asgjë tjetër. Por kësaj radhe kur u largua nga kopshti, Adioni pa diçka që nuk e kishte parë kurrë më parë. Arbreshja duke ecur me hap pak më të lehtë, si dikush që ka lënë diçka të rëndë të bjerë pa e parë. Javën tjetër, Adioni foli me baban e tij. Jo me email, jo me telefon të shkurtër, por video thirrje e gjatë, serioze, me gjyshen dhe gjyshin pranë si dëshmitar të heshtur. Skënderi e dëgjoi gjithçka, rreth Arbreshës, rreth vendimit, rreth ofertës së refuzuar. Kur Adioni mbaroi, babai heshti për shumë kohë. Pastaj tha: "Ke refuzuar Mynihin?" "Po, për një vajzë që nuk e njeh as 9 muaj." "Për jetën që dua të ndërtoj," e korrigjoi Adioni. Skënderi u mor me mendime. Vjollka, në sfond, kishte atë buzëqeshjen e saj të qetë. Ajo e dinte prej kohësh se ku do të mbaronte kjo. "Arbreshja," tha Skënderi ngadalë, "a di ç'do të thotë jeta në Zvicër? A di gjuhën? A di kulturën?" "Do të mësoj. Ashtu si ti mësove, ashtu si unë mësova gjëra nga ajo." "Nuk është e njëjta gjë, djalë." "Bab," tha Adioni, me respekt por me firmësi. "Ti erdhe në Zvicër me çantë bosh, edhe ndërtove gjithçka. E bëre jo sepse ishe gati, por sepse kishe vullnet. Arbreshja ka vullnet shumë herë më të madh se çanta jote atëhershme." Skënderi e pa. Madje në për ekran dukej se po e studionte, dhe pastaj ktheu kokën. Vjollca I shtroi dorën mbi krah dhe ai mori frym thellë. "Vjollca," tha ai ngadalë, "biri ynë ka rritur mirë." "E di," tha ajo, "unë e rrita." Dhe Skënderi, për herë të parë në gjithë këtë histori, qeshi me të vërtet, me atë qeshjen e babit kur e sheh djalin e vet si burr dhe ndihet krenar edhe kur nuk e thot. Adioni shkoi te Miradia me gjyshin e tij. Kjo ishte mënyra e fshatit, nuk shkoje vetëm, shkoje me plak. Gjyshi Rustem kishte pranuar menjëherë dhe kishte veshur bluzën e tij të mirë. Ajo e dheza me kops, e rezervuar për raste. Ata ulën te doma e ndenjës. Miradia I priti me kafe dhe atë qetësinë e saj dinjitare. Arbreshja nuk ishte e pranishme, ishte zakon. Adioni e dinte kur burrat flisnin me familje. Gjyshi foli pak dhe tha drejt për drejt: "Miradie, nipi I Adioni ka seriozitet për vajzën tënde. Kemi ardhur si njerëz me fjalë. Çfarë thua?" Miradia ktheu sytë te Adioni. E pa gjatë,
me ato sytë e saj që kishin parë shumë dhe nuk mashtrohen lehtë. "Adion," tha ajo, "vajza ime ka qenë kripa e shtëpisë ime. Ka punuar, ka mbajtur, ka qenë gjithçka. Nëse e merr, nuk e lë të vuaj. Nëse nuk jeni gati bashk, thuam tani, jo pasi ta lëndosh." "Jam gati," tha ai. Miradia ktheu sytë e gjyshi. Gjyshi tundi kokën ngadalë, sinjali njeriut që garanton. Miradia tha, "Do t'i flas vajzës." Vendosi ajo. Miradia i foli Arbreshës atë natë. Nuk e dinte Adioni çfarë kishte thënë saktësisht, as nuk kërkoi ta dinte. Kishte respektuar gjithmonë atë hapësyrë të shenjtë midis nënës dhe bijës. Të nesërmen, Arbreshja shkoi vetë te porta e gjyshit të Adionit. Kjo ishte gjëja e parë e papritur. Arbreshja kurrë nuk ishte shkuar ajo vetë te porta e tij. Adioni ishte duke pirë kafe te veranda. Kur e pa, u ngrit. Ajo qëndroi te porta, me atë dinjitetin e saj të natyrshëm dhe tha, "Mund të flasim?" "Gjithmonë," tha ai. Ata shkuan te kodra e tyre, ajo kodra e vogël pas fshatit nga ku shiheshin malet. Ishin ulur atje shumë herë, por kësaj radhe ndihej ndryshe. Ndihej si momenti i rrumbullakosjes. Arbreshja foli e para. "Kam menduar gjatë, jo vetëm natën e fundit, muaj me radhë. Kam menduar si njëri që ka frikë nga dëmi dhe si njëri që ka dëshirë të jetoj plotësisht. Dhe jam munduar të dalloj se cila nga ato dy gjëra ka të drejtë." Adioni nuk tha asgjë, e dëgjonte me gjithë qenjen. "Kam arritur te një gjë," vazhdoi ajo. "Frika gjithmonë do të ketë argumente, gjithmonë do të gjejë arsye pse nuk duhet bërë diçka. Por zemra kur di e di pa argumente. Dhe unë di." "Çfarë di?" tha Adioni me zë shumë të ulët. Arbreshja e pa drejt, me ato sytë e saj të errët dhe thellë, dhe tha, "Di se ti je i vërtet. Di se kjo gjë mes nesh, sa do e çuditshme, sa do e vështirë, sa mos larg nga çdo logjik që unë e kisha dërtuar, është e vërtet, dhe gjërat e vërteta meritojnë shanse." Adioni ndjeu diçka duke u shkrirë brenda, jo dramatikisht, por thellë, si akulli i vjepër kur vjen pranvera e parë. "Arbresh, nuk po them se e di si do të dalë," e ndërpreu ajo me atë drejt për drejt shmërinë e saj. "Nuk po them se nuk do të kem frikë, por po them se do të provojmë, bashk, me ndershmëri dhe me respekt. Kjo është gjithçka që kërkoj," tha ai. Ajo zgjati dorën, atë dorën e saj të punës dhe forcës dhe ngroftësisë, dhe ai e mori. Dhe ata qëndruan kështu te kodra, me malet para tyre dhe qiellin e hapur mbi ta, dhe gjithë atë botë të madhe që duke i papritur si e menaxhueshme, si e mundshme, si e bukur. Por historia kishte ende një kthes, atë kthesën e fundit të papritur që askush nuk e priste. Erdhi 2 javë pasi Arbreshja kishte thënë po. Adioni kishte bërë plane, kishte folur me prindrit, kishte folur me Miradinjen, kishin filluar të diskutonin për hapat e ardhshëm. Gjithçka ecte ngadalë për qartë, si lumi qetë drejt detit. Pastaj mori thirrjen nga Zyrich, jo nga puna, por nga Andrea Frey, vajza me të cilën kishte qenë 2 vjet dhe kishte ndarë 6 muaj më parë. Andrea kishte qenë histori e pjot, e rënd, e ndërtuar mbi bazë solide zvicerane, por kishin ndarë me mirëkuptim, me respekt, me atë mënyrën civilizuese evropiane. Kishte qenë fund natyral. Andrea i kishte shkruar, "Dëgjova se po qëndron në Kosovë, ndoshta mund të flasim?" Mendova shumë gjëra këtë periudhë. Adioni kishte hezituar. Pastaj kishte vendosur, me atë transparencën absolute që kishte premtuar, t'i tregonte Arbreshës. Kur i tregoi, Arbreshja dëgjoi me qetësi. Fytyra e saj nuk lëvizi. Pastaj tha, "Çfarë mendon ti?" "Nuk ka asgjë për të menduar. Jemi ndarë. Historia u mbyll." "Por ajo dëshiron të flas." "Unë nuk dëshiroj të flas," tha Adioni. "Nuk ka asgjë të pambyllur atje." Arbreshja heshti. Pastaj tha, "Mos vendos për mua, vendos për veten." "Vendos për veten," tha ai, "dhe vendimi im është i qartë." Por Arbreshja e mençur e kujdesshme, ajo që kishte mësuar nga jeta të mos marrë asgjë me dorëzuar, kishte bërë diçka që Adioni nuk e priste. Kishte thënë, "Fol me të. Unë dua të di se vendimi yt vjen nga siguria, jo nga frika e lëndimit. Arbresh, nuk kam nevojë. Fol me të." Kishte insistuar ajo me qetësi absolute. "Nëse pas bisedës kthehesh dhe ende mendon njëjtë, atëherë e di me siguri, por nëse nuk flet dhe lë pyetjen e hapur, ajo pyetje do të qëndrojë mes nesh si hije."
Adioni e kishte parë dhe kishte kuptuar se kjo vajzë, arbreshja e tij e fshatit, kishte një inteligjencë emocionale që shumë njerëz të botës moderne nuk e kishin as pas 10 vitesh terapie. Kishte telefonuar Andrean, kishin folur gjatë, me ndershmëri, me respekt, me qartësi. Andrea kishte thënë se e kishte menduar rikthimin. Adioni kishte thënë me zemër të qetë se nuk kishte rikthim, jo sepse Andrea nuk vlerësohej, por sepse jeta e tij kishte marrë drejtim tjetër dhe ai ndiqte atë drejtim me gjithë veten. Biseda kishte mbaruar mirë, si dy njerëz të rritur që respektojnë njëri tjetrin. Kur i kishte treguar Arbreshës, ajo kishte dëgjuar pa ndërprer. Pastaj kishte thënë: "Faleminderit." Për çfarë? Që ishe i ndershëm, me mua dhe me të. Adioni e kishte parë dhe kishte menduar se dashuria nuk është gjetur te asnjë person tjetër me atë plotësi, me atë kombinim të drejtpërdrejtshmërisë dhe ngrohtësisë, të forcës dhe butësisë, të urtësisë dhe thjeshtësisë. Erdhi dita e logaturës, dita kur Adioni do të takonte zyrtarisht familjen e Arbreshës me gjithë ato rregullat dhe zakonet e fshatit. Gjyshi Rustem kishte marrë rolin e kryesisë me seriozitetin që i takonte. Vjollca dhe Skënderi kishin ardhur sërish nga Zvicra, jo si detyrim, por sepse Vjollca kishte thënë, nuk mungoj për asgjë në botë, dhe Skënderi, me atë evolucionin e tij të qetë dhe dinjitoz, kishte thënë thjesht: organizoj. Miradia kishte bërë shtëpinë gati, jo me luksje, por me atë lloj pastërtie dhe kujdesi që tregon duar dashurie. Kishin ardhur edhe disa të afërmit e fshatit, sipas zakonit. Arbresha ishte te dhoma e saj ndërkohë, sipas traditës, nuk dilte ende. Adioni qëndroi me gjyshin dhe baban dhe foli me atë qetësinë e tij, jo nervozisht, jo me shumë fjalë, tha çfarë kishte për të thënë, se e donte Arbreshën, se kishte qëllim serioz, se donte ta ndërtonte jetën bashkë me të dhe se i premtonte Miradinjës dhe gjithë familjes respekt të vërtet. Miradia dëgjoi, kishte sy të lagët, për herë të parë që Adioni e kishte parë, dhe i thoshte shumë ato lot, jo dhimbje, por ato gëzime të përziera me mall, të nënave kur e shohin bijën duke marrë hap tjetër jete. Dhe pastaj, Arbresha doli. Kishte veshur atë fustanin e bardhë të thjesht, me flokët e lëna të lira, dhe ecste me atë hapin e saj të zakonshëm, të sigurt, të qetë, me kokë lart. Por kishte diçka ndryshe sot. Kishte diçka si shkëlqim, jo nga zbukurimet, por nga brenda, nga ai lloj drite që del tek njeriu kur është në vendin e duhur në momentin e duhur. Kur sytë e saj takuan sytë e Adionit, ai ndjeu gjithë atë histori, nga dita e parë kur kishte kaluar me kovë në rrugë të gurzuar, deri tek shiu dhe stalla, deri tek bisedat e natës, deri tek dorët e ndërthurura, deri tek ky moment. Gjithçka kaloi si film i shpejt dhe i qetë. Dhe Arbreshja buzëqeshi, atë buzëqeshjen e saj, të plot, të rrallë, të paçmueshme. Muajt kaluan. Adioni u kthye në Zvicër, jo si herët e tjera, jo me zemrën e ndarë, por me zemrën e plot dhe me plane konkrete. Kishte folur me kompaninë e tij dhe kishte gjetur zgjidhje, pozicion i ri, me mundësi pune hibride, me kthime të rregullta. Arbreshja filloi të mësonte gjuhën gjermane, jo sepse dikush e detyroi, por sepse vendosi vetë, me atë vendosmërinë e saj karakteristike. Mësoj shpejt, siç bëjnë njerëzit inteligjent kur vendosin diçka me gjithë vullnet. Miradia bëhej zakonisht e gëzuar kur Adioni kthehej. Kishte filluar ta quante djali, jo si term formal, por si gjë natyrale, ashtu siç e kishte miratuar pa ceremoni të madhe. Skënderi, babai i praktikës dhe planeve, e kishte vizituar Arbreshën një herë kur kishte ardhur të shihte gjyshët dhe kur u kthye, kishte thënë Vjollcës: "Ajo vajzë ka karakter siguri. Biri im ka shije." Vjollca kishte thënë: "Kur nuk ta thashon?" Për gjëja më befasues, gjëja që i la të gjithë pa fjalë, erdhi një mbrëmje pranvere, kur Adioni dhe Arbreshja ishin ulur te kodra e tyre, me malet para tyre dhe qielin e artë pas diellit. Arbreshja kishte marrë nga xhepi diçka të vogël, cop letre e palosur, e vjetër. Ja shtroi Adionit. "Çfarë është?" pyeti ai. "Letra jote e parë," tha ajo. "Ajo që më dërgove me Ardianin." Adioni e priti. E palos, letra e tij, me atë shkrimin e tij, me ato fjalë të para. "E ke ruajtur,"
thai. Që nga dita kur e mora, tha ajo, me atë qetësinë e saj absolute. Sepse atë ditë, edhe pse nuk ta tregova, ndjoha diçka, dhe nuk di si ta shpjegoj ndryshe veç se kështu. Ndjeva se kjo letër ishte e vërtet, dhe gjërat e vërteta nuk hidhen. Adioni e pa gjatë, pastaj e pa letrën, pastaj ktheu syt te malet, dhe kuptoi, me atë qartësinë absolute të momenteve që nuk harrohen kurrë, se gjëja më e rëndësishme që kishte bërë ndonjëherë në jetë nuk ishte projekti i inxhinierisë, nuk ishte karriera, nuk ishte Zvicra. Ishte dita kur kishte vendosur të mos ikte. Fshati nuk ndryshon shumë. Malet janë aty, gurët janë aty, era e barit pas shiut është aty. Pusi i vjetër është aty, porta e gjyshit Rustem është aty. Por brënda fshatit, brënda asaj bote që duke e vogël nga larg dhe zbulohej e madhe nga brënda, kishte ndodhur diçka e rrallë. Dy njerëz nga dy botë krejtësisht të ndryshme, me gjuhë të ndryshme, me rritje të ndryshme, me ëndra të formatuara ndryshe, kishin gjetur njëri tjetrin jo sepse jeta i kishte vendosur pingull dhe i kishte urdhëruar të dashurohen. Kishin gjetur njëri tjetrin sepse njëri kishte vendosur të shikonte mirë dhe tjetri kishte vendosur, ngadalë, me kujdes, me atë guximin e brendshëm të dikujt që ka mësuar ta ruaj veten, të besoj sërish. Adioni mësoi se rrënjët nuk të pengojnë, të ankorojnë, dhe ankorat janë gjëja që të lejon të lundroj larg pa u humbur. Arbreshja mësoi se botët e mëdha nuk janë gjithmonë ato me ndërtesa të larta dhe rrugë të pastra. Ndonjëherë, botët e mëdha janë ato me zemra të mëdha dhe guxim të vogël, por të qëndrueshëm. Dhe të dy mësuan gjën më të rëndësishme, se dashuria e vërtet nuk kërkon kushte perfekte. Kërkon vetëm dy njerëz të gatshëm të shohin, të dëgjojnë, të mbeten, të rriten. Kaq, edhe kaq mjafton. Nëse kjo histori të preku, shkruani në komente, cili moment ju godit më shumë, dhe ndajeni me dikë që beson se dashuria e vërtet ekziston, sepse ekziston gjithmonë.